Tani, ndërsa po e lexoni këtë rresht, trupi juaj po rrezaton energji dhe po bën pjesë në një univers që ju shpërfaq vetëm një pjesë të vogël të vetvetes. Një pjesë tjetër, bërë nga diçka që nuk lëshon dritë, tërheq yjet, përhap gravitet dhe përcakton fatin e galaktikave, por ju nuk e shihni dot me sy. Pyetja që do të na ndjek gjatë kësaj pjese është e thjeshtë, por e thellë. Përse ekziston diçka dhe jo asgjë? Imazi i një dhome të errët që ndriçohet papritmas në një dritë e fshehtë është i fuqishëm. Një dritë që nuk vjen nga llamba që njohim, por nga efektet që ajo lë pas. Ngjyrat e zhvendosura të yjeve, rrëshqitjet e shpejtësive që nuk bien, qëndrimet e masës që nuk shfaqen në imazhe, kjo dritë na tregon se shumica e universit është e padukshme. Kjo zbulon një kontradikt. Ne jetojmë në krahin të materialitetit, por rrënjët e saj shtrihen në një teren që nuk lëshon zë dhe nuk reflekton. Teknologjia shpesh bëhet tradhti e shqisave tona. Astronom si Vera Rubin, e cila në mesin e shekullit të 20 në observatorin Carnegie matën kurbat e shpejtësive të yjeve dhe zbuluan se diçka i mban ato më shpejt se sa masa e dukshme. Studiues si Saul Perlmutter në laboratorin kombëtar Lawrence Berkeley në fund të shekullit të 20 treguan se universi po zgjerohet më shpejt nga sa prisnim dhe kjo kërkoi një forcë që nuk shihet. Më vonë, studimi i Douglas Clough dhe bashkautorëve në 2006, i njohur si grushti i plumbit, përdori lentifikimin gravitacional për të ndarë atë që shfaqet si dritë nga ajo që tregon gravitetin. Këto matje teknologjike thyen imazhin e vjetër. Ato na detyrojnë të pranojmë se vështirë se mund të mbështetemi vetëm në atë që shohim. Mendoni për një nivel të parë të asgjësë, asgjësia metafizike. Kjo është asgjësia e filozofëve të mëdhenj, pyetja klasike. Pse ka diçka dhe jo asgjë? Asgjësia metafizike nuk është thjesht mungjes objektësh. Është mungjes të gjitha kategorive që përdorim për të folur për ekzistencën. Madhësitë, tiparet, ardhjen dhe shkakun. Kur mendojmë për këtë asgjësi, imazhi më i ngushtë është një sipërfaqe bosh përpara krijimit, pa kohë që ta matësh dhe pa strukturë që të mbajë ndonjë ligj. Asgjësia metafizike kërkon një trajtim filozofik. Filozofë të ndryshëm e kanë trajtuar atë si një paradoks logjik, si një mospasqyrim i mundshëm, ose si një piknisje për arsye që i tejkallojnë shkencën. Kjo asgjësi nuk tregon vetëm mungjesën e grimcave. Ajo sfidon idenë se vetë termat e fizikës kanë kuptim para se të ketë diçka që i mat. Më pas vjen asgjësia tjetër, shumë konkrete për fizikën, vakumi fizik. Fizika moderne na mëson se çfarë na dukej dikur si harqimi boshatis, është në fakt një fushë që drivet. Fizikantë të teorisë së fushave kuantike, duke përfshirë ata që punuan në laborator dhe universitete në gjysmën e dytë të shekullit të 20, treguan se edhe në atë që quajmë vakum ka fluktuacione. Kjo vakum fizik është më afër një liçeni të turbullt ftimesh, ku valët e probabilitetit lartësohen dhe ulen, duke sjellë efekte reale si presioni që matet lart në kozmologji. Shpjegimi i shkurtër i fluktuacioneve të vakumit është ky. Mendoni për sipërfaqen e një liçeni të qetë. Në nivel makroskopik duket e qetë, por në nivel mikroskopik molekulat janë gjithnjë në lëvizje. E njëjta gjë ndodh me fushat kuantike. Kjo nuk është vetëm një metaforë. Fizikani Hendrik Casimir në 1948 tregoi se dy plaka metalike në vakum ndihen të tërhequra nga forca që buron nga ndryshimi i fluktuacioneve të fushës midis dhe jashtë tyre. Kjo është asgjësia që lë shenjë. Kjo vakum fizik nuk është asgjësia metafizike. Në të vërtetë, vakumi përmban energji dhe karakteristika të matshme. Këtu lind një problem i madh. Kur fizikantët e teorisë së fushave llogarisin energjinë e kësaj asgjësie, parashikimet matematikore bien shumë larg nga çfarë matet në qiell. Steven Weinberg në Universitetin e Teksasit artikulloi këtë kontrast në një punim të famshëm në 1989 dhe e përshkroi atë si një nga konfliktet më të forta midis mekanikës kuantike dhe gravitacionit. Kjo është një tradhti e pritshmërisë. Asgjësia e fizikës duket më shumë se një boshllëk, dhe megjithatë ka një vlerë energjie që nuk shpjegohet. Ekziston një tretë lloj asgjësie, më abstrakt dhe tërësisht matematik. Boshllëku si një entitet logjik. Kjo është vlera zero e matematikës, një zbrazëtje e përkufizuar me rregulla, si seti bosh në teorinë e seteve, apo e barazueshme me një model trivial ku parametrat janë të fikur. Matematika mund të krijojë dhe të manipulojë jo ekzistencën si një objekt formal. Në këtë kuptim,
Zero është diçka prej së cilës ndërtohen ekuacione, jo një fenomen fizik. Është si një faqe bosh në një libër që shërben për të ndërtuar strukturën e tregimit. Kjo boshllëk matematik është jashtëzakonisht i fuqishëm në teorinë. Përmes tij ne krijojmë modele dhe ekstrapolime, por ka rrezikun e një mashtrimi. Kur marrim një zgjidhje matematikore ku parametri i energjisë është zero dhe e quajmë asgjësi universale, ne mund ta përziejmë këtë me asgjësinë metafizike ose me vakumin fizik. Kjo përzierje e niveleve krijon konfuzion epistemologjik. Një ekuacion që pranon zero nuk na garanton se natyra është vërtet zero në atë fushë. Këto tre nivele përplasen kur njerëzit bëjnë krahasime të lehta. Për shembull, të thuash se universi erdhi nga asgjësia, mund të nënkuptojë diçka shumë të ndryshme. Filozofikisht, mund të nënkuptojë një mungesë totale kategorish. Fizikisht, mund të nënkuptojë një vakum të gjeneruar nga fushat tona. Matematikisht, mund të nënkuptojë një zgjidhje ku parametri përputet me zero. Kjo bashkëqënie fjalësh krijon pakënaqësi dhe keqkuptime. Në histori, ata që shohin vetëm njërin nivel kanë shpesh nxjerr përfundime të gabuara. Mënyra se si teknologjia na nxjerr nga errësira mund të krijojë iluzionin e njohjes totale. Misionet si COBE i NASA-s në fund të 1900-të dita, më pas WMAP nga Instituti i Princetonit dhe misioni Planck i Agjencisë Evropiane të Hapësirës në 1991 kartografuan sfondin kosmik të mikrovalve dhe na dhanë parametrat e thellë të universit. Këto të dhëna teknologjike rregulluan shumë dyshime dhe hapën të tjera. Ajo që u shfaq si energji e vakumit në ekuacione teorike nuk përputhej me vlerat e nxjerra nga këto harta. Dhe kështu, një zbulim teknologjik i fuqishëm krijoi një krizë teorike po aq të fuqishme. Kjo është ajo që dua të quaj një zhvendosje tragjike. Një instrument i ri tregon se një ide e vjetër është e pamjaftueshme dhe përgjigjja e menjëhershme shpesh është të shtosh më shumë konstrukte teorike. Një shembull tjetër është problemi i masës së humbur, i vënë në pa që herët nga Fritz Zwicky në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë në mesin e shekullit të 20, i cili vuri re se grupet e galaktikave dukeshin më të rënda përmes ndikimit gravitacional sesa nga drita që emetonin. Këtu, vëzhgjimi i thjesht solli një fjalë të re, materie e errët. Por çfarë në të vërtetë do të thotë kjo në nivele të ndryshme të asgjësive? Kur përzjeni asgjësinë metafizike me vakumin fizik dhe me boshllëkun matematik, mund të lindin dy lloj gabimesh. E para është gabimi i reduktimit. Të supozosh se, sepse një model matematik mund të arrijë zero, universi duhet të jetë metafizikisht i zbrazur. E dyta është gabimi i antropomorfizimit. Ti atribuosh vakumit fizik një qëllim ose një agent të fshehtë që ligjet. Të dyja rrjedhin nga një mungesë dallimi midis niveleve të shpjegimit. Kjo është arsyeja pse dialogu midis filozofisë dhe shkencës është i domosdoshëm. Filozofi që flet për asgjësinë metafizike pa njohuri për fushat kuantike mund të jep një pamje të varfër. Fizikani që llogarit energjinë e vakumit pa reflektuar mbi nuancat metafizike mund të mendojë se ka zgjidhur problemin, kur në fakt ka vetëm zëvendësuar një emër me një tjetër. Një shembull i veçantë është diskursi rreth konstantës kosmologjike, i cili u ngrit fuqishëm kur Steven Weinberg artikuloi sasinë e madhe të konfliktit midis parashikimeve teorike dhe vëzhgjimeve. Le të ndalemi pak te imazhi. Imagjinoni një ndërtesë ku fasada është e bukur dhe e ndriçuar, por struktura mbajtëse është e padukshme, dhe ajo përcakton nëse ndërtimi qëndron. Kjo metaforë e arkitekturës së errët na ndihmon të kuptojmë pse llogaritjet e vogla të vakumit mund të kenë pasoja të mëdha kozmike. Sidoqoftë, të mendojmë se fasada është thjesht një hije e strukturës brenda është gabim. Për të kuptuar të dyja, duhet t'i trajtojmë me mjete të ndryshme. Pyetja kryesore që na le e hapur kjo pjesë është e ashpër. Kur teknologjia tregon pranitë e errët dhe teoria parashikon energji që nuk shfaqet, a jemi duke përballur me një hapësirë të re të ligjeve të natyrës, apo me një keqkuptim thelbësor në ndryshimin e asgjësive tona? Përse tri mënyra të ndryshme të menduari për asgjëmin na bëjnë shpesh të dalim në përfundime të kundërta, dhe a mund të ndregjet kjo vetëm me instrumenta më të mirë, apo kërkon një ndryshim më të thellë në mënyrën se si ne ndërtojmë shpjegime? Kjo pyetje nuk është retorike. Ajo është porta drejt pjesës tjetër të rrëfimit. Një udhëtim ku do të shohim se si çdo zbulim teknologjik ka prishur një intuit dhe ka shkaktuar ripërkufizime radikale.
Dhe më e rëndësishmja, ne do të përbalemi me paradoksin që qëndron në zemër të kuptuarit. Kur diçka që nuk lëshon dritë përcakton fatin e universit, si mund ta bëjmë atë të dukshme në mendjen tonë? Imagjinoni një filshan kafeje mbi tryezë. Ai duket bosh kur nuk ka kafe brenda. Por në një shkallë tjetër, më i mëdh se një grimç pluhur, boshllëku fsheh një aktivitet të ngjashëm me valët që shurdojnë sipërfaqen e ujit. Kjo zhvendosje nga i njohurit e i padukshmi do të na ndihmojë të kuptojmë se çfarë kuptojmë me fjalën vakum. Fizikani Paul Dirac dhe kolegët e tij në 1920-at ngritën idenë e energjisë minimale të një fushe, por koncepti mori formën moderne në teorinë e fushave kuantike. Sipas kësaj paradigme, vakumi nuk është një kuti bosh, është shtresa më e ulët e një fushe, plot në fluktuacione të pandërprera. Një metaforë e thjeshtë. Imagjinoni sipërfaqen e një liçeni që, edhe kur duket i qetë, ka valë të vogla që lëkunden në mënyrë të pandërprerë. Kjo ide është thelbësore për modelin modern të natyrës, sepse çdo fushë fundamentale, si fusha e elektronit ose fusha e fotonit, ka një gjendje themelore që nuk është zero në kuptimin klasik. Ajo gjendje prodhon efektet e quajtura energji zero pike. Dhe këtu fillon konflikti. Kur përshkruajmë universin në shkallë kozmike, sasia e energjisë së vakumit që del nga llogaritje teorike është jashtëzakonisht më e madhe se ajo që matet astronomikisht. Tani ndaloni një çast dhe shikoni një hapësirë midis dy paneleve metalik të vendosura paralelisht dhe afër njëri tjetrit. Ky është skenari i thjeshtë i eksperimentit të rëndësishëm që na tregon se vakumi ka fuci dhe presion. Efekti shpjegohet nga Hendrik Casimir. Lëkundjet kvantike midis dy pllakave të afërta ndryshojnë spektrin e valëve të lejuara. Nga ky ndryshim lind një forcë që i shtyn pllakave të afrohen. Metafora e një pianoje të mbyllur ndihmon. Noterët e tingullit në një kuti të mbyllur janë më të pakët se në hapësirë të hapur, dhe kjo ndryshon ngarkesën e presionit mbi murin e kutisë. Eksperimentalisti M.J. Sparnay në 1958 dhe më vonë S.K. Lamoureux në 1997 demonstruan se forca ekziston realisht. Mëtej, eksperimenti i Umar Mohidin në 1999 përforcoi matjet me teknika më të ndjeshme. Këto matje shënuan kalimin e ides nga spekulimi teorik në fenomen të dhënë nga natyra. Çfarë do të thotë ky rezultat në terma të përditshëm? Imazhi popullor që vakumi është bosh është i pasakt. Kur duam të mbushim boshllëkun e një ndërtesë me panele, ne nuk e kontrollojmë vetëm fasadën, po ndryshojmë modalitetet e brendshme të valve që ajo mund të mbajë. Ky ndryshim manifestohet si një forcë të matshme, e vogël por e vërtetë. Le të bëjmë një eksperiment të mendjes që prish intuicionin tuaj. Mendoni për një kuti ideale me mure perfekte që izolojnë çdo fushë. Mbylleni kutinë dhe numëroni të gjitha gjendjet e valve që mund të ekzistojnë brenda. Tani hapni kutinë dhe lejoni spektrin të zgjerohet. A ka ndryshim në energji që lidhet me këtë ndryshim? Intuicioni thot jo, por logjika e fushave kuantike thot po. Kjo dhunon ndjesin tuaj se vlera absolute e energjisë është diçka që mund ta matni lehtësisht. Në llogaritje, teoria shpesh jep infinit, dhe këtu hyjnë procedurat matematikore si rregullimi dhe renormalizimi, të cilat fshin infinitet në mënyra të kontrolluara. Por kjo fshirje ngre pyetje mbi interpretimin fizik. Çfarë prej asaj që mbetet është reale dhe çfarë është artefakti metodës? Ky është thelbi i asaj që Steven Weinberg përmendi si një nga problemet më të mëdha të fizikës, përplasja midis parashikimeve të teorisë së fushave dhe vëzhgjimit. Për të bërë metaforën më të ndjeshme, mendoni se po llogaritni peshën e një fluture dhe merrni një mal. Përfytyroni çfarë do të thotë kjo për besueshmërinë e matjes suaj. Kjo është natyra e problemit të konstantës kozmologjike. Llogaritjet tregojnë një energji vakumi shumë të madhe krahasuar me atë që ne vëzhgojmë. Një tjetër pikë e rëndësishme, efekti Casimir nuk është provë një burimi magjik të energjisë që mund të nxiret dhe përdoret lehtësisht. Forca që shihet vjen nga ndryshimi lokal i modaliteteve të fushave kur krijohen kufizime. Efekti është i kufizuar, i holl dhe i ndjeshëm ndaj kushteve eksperimente. Në praktik, kjo nuk do të thotë se ne mund të nxjerrim energji të pafund nga boshllëku. Le të kthehemi te dalimet midis dy modeleve. Modeli klasik që e sheh vakumin si boshllëk i thjesht
dhe modeli i fushave kuantike që e përshkruan si një gjendje të plotë me fluktuacione. Modeli klasik është intuitiv dhe i përshtatshëm për shumë situata makroskopike, por dështon kur shumica e efekteve kuantike bëhen të rëndësishme. Modeli i fushave kuantike nga ana tjetër shpjegon fenomene si efekti Kazimir dhe kontribuon në parashikime të sakta që verifikohen në laborator. Megjithatë, çdo model ka kufizimet e tij. Modeli kuantik prodhon infinitet në llogaritje dhe kërkon procedura matematikore që fshin këto infinitet për të dhënë rezultate të mira. Kjo tregon se interpretimi fizik i asaj që është energjia e vakumit mbetet i paqartë. Në një kontekst relativistik të përgjithshëm, ku graviteti përgjigjet ndaj energjisë dhe presionit, pyetja për energjinë totale të hapësirës bëhet edhe më e ndërlikuar. Në këtë drejtim, u lind ideja e universit me energji të përgjithshme zero. Fizikani Edward Tryon në 1970 propozoi se universi mund të ketë dalë nga asgjëja nëpërmjet një fluktuacioni kvantik nëse energjia pozitive e masës balancohet nga energjia negative e fushës gravitacionale. Kjo ofron një kornizë narrative për të menduar se krijimi i universit nuk kërkon kosto energjetike absolute. Kjo ide ka një bukuri konceptuale të fortë, por has kufizime. Në relativitetin e përgjithshëm, energjia globale nuk është një koncept i thjeshtë dhe universal. Ajo varet nga asimptotik dhe nga mënyra se si përcaktohet referenca. Pa një sfond të qartë të asimptotikës, ku të matësh energjinë totale të hapësirës. Dhe mbi të gjitha, edhe nëse teorikisht mund të barazosh energjitë pozitive dhe negative, kjo nuk shpjegon pse vlerat lokale të energjisë vakumit që kontribojnë në konstantën kosmologjike janë kaq të vogla. Këtu shfaqet përsëri problemi i madh i përputhshmërisë dhe i asaj që quhet fine tuning. Llogaritjet e fushës japin vlera që duhet të shuhen me një saktësi jashtëzakonisht të hollë për të arritur vlerën e vogël të vëzhguar të energjisë së errët. A është kjo një shpjegim shkencor, apo një lloj justifikimi matematik me pamje elegante? Përgjigja kërkon prova të reja. Mënyra se si ne përpunojmë infinitet teorike përmes rregullimeve dhe renormalizimit janë mjete të fuqishme, por nuk na tregojnë përherë se çfarë është fizikisht reale dhe çfarë është një artefakt i metodës. Pa një teori më të plotë që lidh fushat kuantike me gravitetin në mënyrë të parashikueshme dhe testueshme, ne vazhdojmë të ndërtojmë hipoteza të vështira për të verifikuar. Kjo është zona ku filozofia e shkencës përzihet me fizikën e eksperimenteve dhe teorisë. Mendoni për një skulptor që punon me dy materiale, një që sheh dhe një tjetër që është e padukshme për syrin, por mban strukturën. Skulptori mund të provojë forma dhe të ndjejë qëndrueshmërinë, por pa një instrument që mat materialin e padukshëm, ai bën supozime. Kjo është gjendja jonë sot me vakumin dhe energjinë që rrjedh prej tij. Ne kemi fragmente të matshme, por jo një vështrim të plotë. Një kufizim praktik është se ndryshimet lokale të modaliteteve, si në Kazimir, nuk nënkuptojnë se mund të manipulojmë lehtësisht vlerat kozmologjike që ndikojnë zgjerimin e universit. Ndikimet globale që do të ndryshonin zgjerimin kosmik kërkojnë ndikime që shtrihen përtej çdo eksperimenti aktual. Me pak fjalë, ndikimi i vakumit është i vërtet, por i vështirë për t'u përdorur si një levë kozmike. Duke u afruar drejt përfundimit të këtij segmenti, kthehemi tek dilema themelore. Modeli i fushave ofron shpjegime të sakta për fenomene si Kazimir dhe parashikime të suksesshme në laborator. Modeli i boshllëkut klasik është i dobishëm për intuitën dhe për shumë skena makroskopike. Por asnjëra nuk zgjidh në mënyrë të pavarur paradoksin e madh. Pse energjia e vakumit nuk shfaqet në mënyrën që na thot teoria dhe si ta pajtojmë me gravitetin? Pyetjet mbeten të hapura, dhe kjo është pjesa më interesante dhe më shqetësuese njëkohësisht. Një eksperiencë laboratorike si ajo e Lamoreaux na tregon bukurinë e teorisë që shfaqet në realitet, por nuk zgjidh kontekstin global. Kjo na detyron të marrim seriozisht çdo ndërhyrje teorike që pretendon se e ka zgjidhur problemin e energjisë së vakumit. Dhe përsëri, pyetja që lë shikuesin pa frym nuk është e thjeshtë. Kur komponent të padukshëm të universit manipulohen në mënyra që ne mund t'i matim vetëm si efektet e imëta, a mund të shqyrtojmë strukturën e brendshme të realitetit me siguri? A është bota jonë më shumë një fasadë që fsheh arkitekturën e saj të vërtet? Apo mund të arrijmë të drejtojmë skenarin dhe të zbulojmë materialet e mbajtjes? Në fund të këtij segmenti nuk ka përfundim të mbyllur, por një urë që të çon përpara.
Eksperimenti Casimir është një fener i vogël në terin teorik, i cili na tregon se vakumi nuk është bosh. Dhe ideja e universis me energji totale zero mbetet një ftesë teorike që ngrem më shumë pyetje se sa përgjigje. Ndërsa kalojmë te pjesa tjetër e rrëfimit, mbani në mend imazhin e filçanit të kafes dhe liçenit të valzuar. Një kontrast mes të afërmes dhe të pafundmes që do të na ndihmojë të perceptojmë provën e errësirës. Një vale i mët në filçanin tuaj të kafes, që zhdërohet pa pritmas në një dallë të madhe mbi liçenin e pafund të universit. Përfytyrojeni. E njëjta lëkundje, e njëjta matje e trazimit, por në një sken ku matësit janë të papërfytyrueshme dhe tempoja pëson një transformim që ndryshon fatin e çdo grimce të mëvonshme. Ky është parimi që lidh një mikro dhe makro. Fluktuacionet kuantike, të vogla si dridhjet në sipërfaqen e kafes, u rritën gjatë një epoke të dhunshme dhe u bën dridhjet që formuan galaktikat. Por dy fjalë duhet të duken qartazi. Kjo lidhje funksionon dhe në të njëjtën kohë, na tregon kufijtë e modeleve klasike që përdorim për të përshkruar fillimin. Hapi i parë. Pse u propozua një fazë shpejt zgjerimi kozmik? Problemet e kozmologjisë klasike ishin të qarta në mesin e shekullit të 20. Fizikantët vunë re një problem horizonti. Pjesë të largët atë qiellit kanë temperaturë të njëjtë, por sipas modelit standard nuk kishin pasur kohë të komunikonin. Parimi i shështësi kërkonte një saktësi të jashtëzakonshme në vlerat fillestare. Dhe monopoli magnetik i teorive të mëdha të bashkimit pritete ekzistonte, por nuk shihej kudo. Këto ishin plagët në trupin e modelit klasik, plagë që kërkonin një trajtim jo të zakonshëm. Alan Guth në Institutin e Teknologjisë të Massachusettsit në 1981 propozoi një zgjidhje radikale. Një fazë e shkurtër por e jashtëzakonshme, zgjerimi eksponencial, një fryrje e kohës rreth fillimit që i zgjidhte problemet me një goditje. Idetë e tij ishin të fuqishme sepse sovranojnë dy shkallë me një lëvizje logjike. Ato fshin variacionet e përmasave që kërkojnë kushte fillestare të rafinuara dhe njëherëzisht dërojnë fluktuacionet kuantike në strukturë të vërtet kozmike. Megjithatë, kjo nuk e largonte pyetjen themelore. Çfarë nisi vet inflacionin? Dhe a kishte një kufi të kthehej prapa kjo kthesë e historisë? Shkenca shpesh fiton dram kur zgjidh një krizë, por krijon një tjetër. Inflacioni shpjegoi pse universi duket homogjen dhe i shesht dhe pse nuk shohim monopole, por ai hapi një derë tjetër. Në shumicën e modeleve inflacionare, procesi është vetë përforcues dhe krijon një multivers ku hapësira e re lind vazhdimisht. Sërish, kjo zgjidhje klasike shtyn fundin e pyetjes drejt një kufiri të panjohur. A ka një fillim të pashmangshëm për ta gjitë këtë proces? Këtu futet në skenë një teorem që ndryshoi tonin e debateve. Fizikanët Arvind Borde, Alan Guth dhe Alexander Vilenkin formuluan atë që njihet si teorema e Borde-Guth-Vilenkin. Ajo thot diçka të thjeshtë dhe tronditse. Çdo hapësirë kohore që mesatarisht është në zgjerim, nuk mund të jetë e përhershme drejt të shkuarës. Ajo është e pamjaftueshme për të qenë totale prapa pa një kufi. Imagjinoni që ecni përpara mbi një rrugë ku shpejtësia mesatare nuk ka qenë kurrë negative. Nuk mund të shtyni ecurin pafund në të shkuarën. Kjo është thelbi i Borde-Guth-Vilenkin, një kufi matematikor për mundësinë e një inflacioni të përjetshëm në të kaluarën. Por është thelbësore të theksojmë se çfarë teorema nuk pretendon. Teorema nuk thot se ekziston një singularitet klasik me densitet të pafund dhe kurb të papërballueshme. Ajo nuk ofron një zgjidhje kuantike të asaj kufizimi. Ajo thjesht deklaron se modeli inflacionar, i trajtuar si një përshkrim gjeometrik me mesatare pozitive të zgjerimit, është i paplot në të kaluarën. Në terma filozofik, modeli klasik bie para një kufiri, por ai nuk na jep mënyrën se si kalimi jashtë këtij kufiri duhet të duket. Pra, muri që përshkruan teorema është një mur i tretshëm. Ne shohim një pengesë, por jo materialin nga i cili është ndërtuar. Kjo është një pikë ku paralelizmi mikro-makro kthehet në një reflektim të thellë. Në mikrobot, fusha kuantike ka funksione val dhe probabilitete. Kur intensiteti rritet, përshkrimi klasik pushon së qeni domethënës dhe duhet të përdorim mekanikën kuantike. Në të njëjtën mënyrë, kur inflacioni shkel kufirin që tregon teorema e Borde-Guth-Vilenkin,
Përshkrimi klasik i hapësirës dhe kohës me relativitetin nuk mjafton më. Pra, paralelizmi funksionon, po aq sa fluktuacionet kuantike zvendësojnë trajektoret klasike në shkallë të vogla, një teorem si Borde-Guth-Vilenkin na tregon se do të duhet një zvendësim i thellë për përshkrimin klasik në shkallë të madhe. Dhe këtu lind një kontrast i dhimbshëm. Inflacioni kërkon një fushë kuantike të vogël, një fushë inflacionare që dominon energjinë, por llogaritja e saj dhe e efekteve në kufijtë e fillimit kërkon një teori që bashkon fushën kuantike me gravitetin në mënyrë të paqartë. Andrej Linde, në Institutin Landau për Fizikë Teorike, në 1983, zhvilloi variacione si inflacioni kaotik, duke ndryshuar peizazhin teorik dhe duke bërë të dukshme se inflacioni mund të nisë në mënyra të ndryshme. Kjo rrëmuj ideore ilustron faktin: ne kemi receta efektive që funksionojnë larg kufive, por receta nuk është kuzhina. Vizualisht, mendoni për një hartë të qepur mirë të një qyteti, e cila funksionon për të naviguar rrugëve të prera dhe urave të sësotmes. Por harta seh dritë të dobët kur afroheni te labirinti i kanalizimeve nën qytet, aty ku dimensionet dhe rregullat ndryshojnë. Kështu është kozmologjia klasike, e shkëlqyer në sipërfaqe, e paqartë në thellësi. Ky ishte dhe mbetet një shqetësim praktik. Si të bëjmë matje ose testime kur ai kanalizim kozmik është jashtë arritjes sonë? Kuptimi i vendit ku përshkrimet klasike ndalen kërkon të përcaktojmë shkallën ku koherenca klasike thyet. Këtu shfaqet koncepti i shkallës Planck, kur masa dhe energjia për një vëllim të vogël bëhen të mëdha, sa për të vënë në dyshim vetë nocionin e hapësirës dhe kohës. Shprehjet klasike të trajtës së gravitetit nuk kanë më kuptim. Ky kufi është vendi ku duhet të zvendësojmë relativitetin e përgjithshëm me një kuptim kuantik të hapësirës koherente. Sidoqoftë, ne nuk kemi ende një konsensus operativ mbi atë çfarë është realisht kjo zvendësim. Këtu hyn problemi i përbashkët teknik. Teoria e fushave kuantike e ndërtuar mbi një hapësirë klasike e cila zgjeron apo përkulet, jep rezultate të shkëlqyera në përshkrimin e fluktuacioneve që i shohim në sfondin kosmik të mikrovallëve. Roger Penrose në Universitetin e Cambridge në 1965 eksperimentoi me idetë e singulariteteve përmes teoremave të tij, duke treguar se në disa kushte gravitacioni klasike shpije pashmangshëm te singularitete. Por kur afrohemi atyre kushteve, metoda semiklasike, ku fushat janë kuantike por hapësira mbetet klasike, fillon të lëkundet. Këtu duhet një lloj vlerësimi më i hollë për përgjithësinë që fluktuacionet kanë mbi vetë strukturën e kohës. E pra, ku e shohim këtë kufizim në praktik? Një shembull është vetë pyetja e origjinës së lëndës dhe energjisë që nxit inflacionin. Modelet efikase përshkruajnë një potencial të fushës inflacionare, por këto potenciale shpesh janë të bazuara mbi supozime që burojnë nga fusha efektive dhe nuk e përfshin plotësisht dinamikën kuantike të vetë hapësirës. Kjo do të thotë, ne mund të llogarisim shpërndarjen e fluktuacioneve dhe profilin e kurbës së kontakteve larg singularitetit, por nuk mund të themi me siguri se cilat janë kushtet e saktë fillestare ose se çfarë teori kuantike e zëvendëson relativitetin e përgjithshëm në kufi. Është si të dish formulën e erës që krijon dallg, pa ditur se çfarë nxiti erën në fillim. Një tjetër qendër ku klasikja dështon është ajo e ndikimit prapambërrjes të fluktuacioneve mbi metrikën. Kur fluktuacionet janë të vogla, mund t'i trajtojmë ato si dëshmi të vogla mbi një sfond të pandryshueshëm. Por kur inflacioni u jep atyre mundësi të rriten, ato mund të kthehen sërish në sfond duke e deformuar atë. Problemi është teknik dhe thelbësor. Si të përfshim sakt këto efekte në një mënyrë që nuk e shkel parashikueshmërinë? Shumë përpjekje teoretike janë bërë, por pa një teori të plot kuantike të gravitetit, këto llogaritje mbeten të papërfunduar dhe shpesh të ndjeshme ndaj supozimeve. Le të mos harrojmë dimensionin observacional. Inflacioni dhe modelet klasike lënë gjurmë të qarta, shpërndarjen e anisotropive në sfondin kosmik të mikrovalve, spektrin e valve gravitacionale dhe statistikën e strukturës së madhe. Misioni Planck në 1992 na dha një pasqyrë të imët të këtyre shenjave, por ato shenja nuk tregojnë më shumë se sa mund të bëjnë modelet efektive. Ato nuk na shfaqin marrëdhënien e plot të inflacionit me një fillim kuantik. Pra,
testet që kemi janë të fuqishme për të hedhur poshtë modele të caktuara, por ato nuk arrin të na japin një pamje thelbësore të çfarë ishte para. Kjo na sjell te dilema filozofike. Kur modeli shkencor kërkon një zvendësim, cili është kriteri i pranueshmërisë? Normalisht, shkenca kërkon testueshmëri dhe parashikime të reja. Por në situata si kjo, ku kufijtë e aplikimit na detyrojnë të flasim për regjonet ku, sado e fuqishme që është shkenca, ajo varet nga supozime që nuk mund të verifikohen me metodën e zakonshme. Kjo është nëndeterminimi në veprim. Të dhënat mund të mbështesin alternativa të ndryshme. Disa teori të gravitetit kuantik premtojnë një fillim pa singularitet. Të tjera paraprin një cikël të pafund. Disa sugjerojnë një dalje përmes krijimit nga një gjendje kuantike. Por të gjitha këto propozime kërkojnë futje të reja të matematikës dhe të eksperimenteve. Ne po afrohemi te një pikë thelbësore. Kufiri i ligjeve klasike nuk është vetëm një pikë teknike për specialistët. Është vendi ku pyetjet ekzistenciale marrin formë shkencore. Nëse modeli klasik është i paplot drejt të shkuarës, atëherë ideja e një fillimi absolut kërkon një kontekst kuantik. Nëse universi ka pasur një kufi në kuptimin e Borde-Good-Vilenkin, çfarë lloji realiteti qëndron përtej tij? A është ajo një gjendje kuantike pa hapësirë, një topologji e ndryshme, apo thjesht një tjetër regjion i ligjeve natyrore? Përgjigjet e mundshme ndryshojnë rrënjësisht mënyrën si e kuptojmë pse diçka ekziston. Mbi të gjitha, duhet ta përsërisim. Borde-Good-Vilenkin dhe nevojat e inflacionit nuk vënë në diskutim vlerën e arritjeve empirike. Ata na udhëheqin drejt pyetjes së vërtet që duhet të zgjidhet. Ku gjejmë një teori që përputet me sukseset e relativitetit dhe me ato të teorisë së fushave, por që gjithashtu përshkruan dhe te i kalon kufirin ku këto përshkrime bëhen të pashërueshme. Kjo është sfida e sotme e kozmologjisë, jo vetëm të matim më sakt, por të kërkojmë unitetin teorik që e zgjidh paradoksin e fillimit. Një imazh përfundimtar. Imagjinoni një dritare shumë të zbehur në thellësitë të natës, pas së cilës është një dhomë e madhe me shpërthime të panjohura drita. Ne e dim se dritaria është atje, sepse ndriçimi përhapet dhe reflektohet, por nuk dim asgjë për dhomën përtej saj. Teoremat e Borde-Good-Vilenkin dhe vështirësitë e përshkrimeve klasike janë ato murxhin që na tregojnë se dritaria është e vërtet dhe e pamjaftueshme. Ajo tregon se duhet të hapim një derë të re, një derë ku do të mësojmë si të bashkojmë mikrointrigën e fushave kuantike me arkitekturën makro të hapësirës. Dhe kur të zhitemi në atë dhomë, e dim që do të përballemi jo vetëm me rrëmbrimin e natyrës, por me një tjetër rrëfim kozmik që do të na zhvendos drejt skenave ku universi zbulon sekretet e tij më të errëta. Gerd Binik dhe Heinrich Rohrer në laboratorin e kërkimit të IBM-it në Zürich në 1981 demonstruan diçka që duket thjesht teknike, po që do të rrëmbente një pjesë të intuitës son më të thellë. Ata treguan se elektronët mund të tunelizohen përmes një hendeku vakumi, dhe matjet e tyre treguan qartë një transferim energjie përtej barierave që do të ishin të pamundura sipas fizikës klasike. Shikoni për një moment në një mikroskop tunelues. Majat afrohen, valët e probabilitetit përbashkohen dhe materiali shfaqet aty ku nuk duhet të ishte. Ju, drejt për drejt, po shikoni një efekt ku natyra shkel rregullat e shkruara nga Newton si në një letër të vjetër. Dhe tani mendoni për këtë. Nëse një elektron mund të kalojë një mur të dukshëm, pse të mos mendosh se mbar hapësira koha mund të lindë përmes një procesi të ngjashëm kvantik? Kjo është pika ku fillon debati i vërtet mes idesë të skepticizmit. Ju jeni të tërhequr nga metafora e hapësirës që tunelizon nga asgjëja, por i drejtohet një pyetje të thjeshtë dhe të ashpër. Çfarë është kjo asgjë? A është ajo një bosh absolut, apo një fushë kuantike me rregulla dhe variabla? Këtu hyn skepticizmi i arsyeshëm. Të kërkosh prova të drejtpërdrejta për një proces që ndodhi në një region ku koha dhe hapësira vetë humbasin kuptimin e tyre. Por skepticizmi nuk është pengesë. Ai na detyron të bëjmë llogaritje të forta, të specifikojmë kush janë supozimet dhe të kërkojmë parashikime që, të paktën në princip, mund të konfrontohen me vëzhgjimet. Le të kthehemi në teori. Teoria e Hartle dhe Hawking u formulua nga James Hartle dhe Stephen Hawking në 1983. Intuita thelbësore që ata sollën ishte kjo.
Në vend që të kërkojmë një kohë fillestare me një singularitet ku ligjet thyejnë, mund të zëvendësojmë kohën reale me atë që quhet kohë e imagjinuar dhe të përshkruajmë origjinën si një sipërfaqe kompakte pa kufi. Imagjinoni një gjerdan që ndahet në dy. Pranë veretës, koha rrotullohet në mënyrë që skenari i fundit të mos ketë asnjë skaj, asnjë mur ku të godas tregimi fizik. Kjo është logjika e pakufirit. Universi nuk ka një pikë ku fillon si një faqe e prerë, por konsiderohet si një objekt hapësinor kozmik i mbyllur. Hartley dhe Hawking e përkthyen këtë intuit në një formulim matematikor, duke përdorur integralin e rrugëve të Feynmanit, por adaptuar për gravitetin dhe për fushat kuantike të hapësirës. Në vend që të përmblidhnin vetëm një trajektore, ata propozuan të mblidhnin të gjitha historitë e mundshme që janë të rregullta dhe të mbyllura në një rajon që nuk ka kufi temporal. Funksioni i valës së universit në këtë qasje jep probabilitetet relative për të gjetur hapësirën me një gjeometri të caktuar dhe me gjendje të caktuara të fushave. Por mos u dekoncentroni nga fjala val. Këtu fjala sjell siemën kuantike të probabiliteteve, e cila është ajo çfarë mund të na flas për shanset që universi të lindë në një mënyrë të caktuar. Në këtë mënyrë, Hartley dhe Hawking tentojnë të heqin singularitetin absolut duke e zvendësuar atë me një gurim të butë ku koha bëhet hapësirë. Metafora e polare së tokës funksionon mirë. Nuk ka asnjë kufi që provon kur fillon veri, pasi drejtimi i monotoni ndryshon dhe mund të konsiderohet si pjesë e sipërfaqes. Por këtu vjen një ndërprerje e fortë. Ky formulim mbështetet në supozimin se integrali i rrugëve mund të bëhet kuptim plot në gravitetin kuantik, dhe ky është vendi ku metoda semiklasike, aprocimimet dhe zgjedhjet e kontureve matematikore bëjnë dallimin. Pra Hartley dhe Hawking japin një kornizë ku mund të flasim për probabilitetet e gjendjeve fillestare, por nuk i fshin të gjitha pyetjet. Alexander Vilenkin propozoi një pikpamje që tingëllon më provokuese në 1982. Modeli i tij i tunelizimit sugjeron se universi shfaqet nga asgjëja përmes një procesi të ngjashëm me tunelizimin kuantik. Vilenkin përdori analogjinë e tunelizimit ku një sistem kvantitativ përhap probabilitetin për të shkuar nga një gjendje pa hapësirë në një gjendje me hapësirë dhe kohë. Në fjalë të thjeshta, universi nuk lind me një kusht të imponuar boundary, por skac nga asgjëja si një grimc që kalon murin. Ky skac ka një amplitude të mundshme dhe ka pasojë. Ai ofron parashikime për probabilitetet e inflacionit dhe për disa parametër të tjerë në varësi të trajektoreve të tunelizimit. Dallimi praktik mes dy qasjeve nuk është thjesht retorik. Ai pasqyrohet në mënyrën se si ne zgjedhim kushtet fillestare dhe në interpretimin probabilistik. Hartley dhe Hawking gjen prirje për gjeometri të mbyllura dhe për një fillim pa kufi, ndërsa Vilenkin shpesh favorizon një prodhim asimetrik ku një val që del jep prioritet për zgjidhje që tregojnë një hapësirë që rritet. Në gjuhë metaforike, Hartley dhe Hawking ndërtojnë një botë nga një top i mbyllur. Vilenkin e hedh botën nga ana tjetër e muren. Kjo ndryshon rezultatin për shanset e inflacionit dhe për parametrat të tjerë dhe kështu sjell pasoja që nuk janë thjesht filozofike, por potencialisht të testueshme përmes strukturës së vëzhgueshme. Por le të ndalemi pak dhe të shohim ku pikrisht këto teori japin diçka të matshme. Të dy qasjet përpiqen të llogarisin funksionin e valës së universit, që do të thotë të japin probabilitetet relative për të dalë në një univers me veti të caktuara fizike. Kjo lejon për shembull që në kushte të caktuara semiklasike të favorizohen hapësira që fillojnë në një fazë inflacionare me densitet dhe kurb të caktuara. Për këtë arsye, Hartley dhe Hawking dhe Vilenkin ofrojnë një lidhje të drejtë për drejtë midis teorive të fillimit dhe asaj që ne shohim sot në sfondin kosmik të mikrovalve dhe në strukturën e madhe të universit. Kjo është një premtim i madh, një urë nga probabilitetet kuantike në hartën e madhe kozmike. Megjithatë, këtu niset e sfera e problemeve të forta. Së pari, të dy modelet mbështeten në aprocimime semiklasike dhe në formalizma, ku integrali i rrugëve është i paqartë, duke lënë hapësira për zgjedhje matematikore që ndryshojnë rezultatet. Së dyti, modeli i Hartley dhe Hawking kërkon një zgjedhje të konturit ku koha imagjinare ndërvepron me kohën reale. Kjo është një teknikë e fuqishme matematike, por shpesh del se mënyra e zgjedhjes ndryshon probabilitetet e daljes. Pra është pyetja: sa nga ajo që marrim është matematikë elegante dhe sa është fizike domosdoshme?
Këtu skeptikët marrin argumente të forta dhe kërkojnë kriteret e qarta për zgjedhjen e kontureve. Një tjetër vështirësi praktike është ajo e matjes së sukseseve të këtyre teorive. Të heqësh një diferencë probabilistike midis modeleve kërkon një sër parashikimesh të reja. Si sasia e inflacionit që favorizohet, statistika e perturbacioneve kuantike, si dhe parashikimet e imazeve në sfondin kosmik të mikrovalve që mund të dallohen. Disa analiza tregojnë se në parametrat të caktuar Hartle dhe Hawking mund të favorizojnë inflacion të shkurtër, ndërsa Vilenkin mund të favorizojë inflacion më të gjatë, por këto analiza varen nga detajet e fushave që përfshihen. Pra, modeli duhet të lidhet ngushtë me modelimin specifik të fushëve dhe me masat observacionale që kanë kufizime dhe zhurmë instrumentale. Do të përmendim një tjetër pengesë themelore, problemi i kohës në kuantizimin e gravitetit. Bashkë me Hartle dhe Hawking dhe me Vilenkin, shumë studiues kanë përballur faktin se koha në teoritë kuantike të gravitetit nuk është thjesht një parametër i jashtëm, por një variabël që zbulohet brenda zgjidhjes. Kjo do të thotë se forma e funksionit të valës dhe interpretimi probabilistik varen nga mënyra se si e nxjerrim kohën nga brendësia e sistemit. Kështu, të flasësh për universin që lind nënkupton një interpretim të rëndë të asaj se çfarë është një evolucion kohor në nivelin më fundamental. Kjo nuk është thjesht çështje teknike. Kjo lë hapësirë për interpretime të ndryshme dhe për pyetjen se çfarë kuptimi duhet të ketë probabiliteti në një kontekst ku nuk ka vëzhgues të jashtëm. Praktikisht, çfarë i lë këto modele jashtë shpjegimit të plot? Së pari, asnjëra prej tyre nuk zgjidh problematikën e konstantës kosmologjike në sensin e parashikimit të vlerës së saj të vogël të matshme pa injektuar parametra. Të dy modelet mund të gjenerojnë një rang të matë probabilistik, por nuk japin një mekanizëm të natyrshëm që shtyn saktësisht vlerën e energjisë së vakumit drejt asaj që matet. Së dyti, natyra mikroskopike e elementeve si materia e errët mbetet jashtë zonës së këtyre propozimeve. Teoritë e origjinës japin kushte fillestare për peizazhin e fushave dhe për gjeometrin, por nuk zgjidhin drejt për drejt identitetin e grimcave që përbëjnë materien e errët. Kjo do të thotë se megjithse kornixat tona kozmike mund të vendosin baza, lënda e errët kërkon eksperimente të tjera. Dhe pastaj është pyetja e topologjive dhe e ndryshimeve të mundshme në strukturën e brendshme. Hartle dhe Hawking dhe Vilenkin shpesh supozojnë topologji të caktuara ose i kufizojnë historitë që merren në konsiderat dhe ndryshimi i këtyre mund të ndryshojë parashikimet. Kjo është një problem i nëndeterminimit. Të dhënat e disponueshme mund të mbështesin më shumë se një familje teorish dhe pa një princip unifikues që i përmban të gjitha, zgjidhja mbetet e hapur. Nga pikpamja empirike, kjo do të thotë se ne kemi nevojë për më shumë detaje nga universi i hershëm që të ngushtojmë zgjedhjet. Një pikë tjetër praktike që duhet theksuar është lidhja me inflacionin. Të dy modelet mund të përfshihen në një kornizë inflacionare, por ata nuk janë zëvendësues të inflacionit. Ata janë forma të kushtave fillestare që mund ta favorizojnë apo jo inflacionin. Modeli Hartle dhe Hawking mund të parashikojnë një probabilitet që favorizon faza të caktuara inflacionare në varësi të potencialeve të fushave, ndërsa Vilenkin shpesh preferon konfigurime që duket se lehtësojnë një nisje të fuqishme inflacionare. Pra pyetja është, a janë këto preferenca të mjaftueshme për të shpjeguar me saktësi parametrat që astrofizika sheh? Përgjigjja e shkencës është e pjeshme dhe e kushtzuar. Këtu rikthehet skepticizmi i mëparshëm. Ju mund të thoni se pa eksperimente që adresojnë drejt për drejt këto dalime, të gjitha këto mbeten lojra të matematikës. Kjo është e drejtë, por ka një përgjigje reale dhe metodike. Fillimisht, këto modele na japin korniza për të llogaritur statistikat e perturbacioneve kuantike që çojnë në shkallën dhe në strukturën e anisotropive që ne masim në sfondin kosmik të mikrovalve dhe në mënyrën se si struktura e madhe zhvillohet. Është pikërisht përmes mbledhjes së të vënave më të hollësishme, në anë të spektrit të perturbacioneve, të polarizimit dhe të statistikave multidimensionale kozmike, që mund të shikojmë për shenja që favorizojnë një kornizë mbi tjetrën. Ndërhyrjet e mundshme eksperimentale dhe vëzhguese janë të qarta në parim, por të vështira në praktik. Për shembull, një parashikim i veçantë për shpërndarjen e perturbacioneve në shkallë shumë të mëdha mund të lërë gjurmë në sfondin kosmik të mikrovalve që, nëse identifikohen, mund të vlerësojnë probabilitetet që këto modele parashikojnë. Gjithashtu, masat për shpërndarjen e energjisë gjatë inflacionit dhe sinjalet e poshtëm si valet gravitacionale primordiale
mund të jenë shirita provash që ngushtojnë zgjedhjet. Por kjo kërkon instrumente të jashtëzakonshme dhe një durim shkencor që shtrihet në dekada. Ndërkohë, është thelbësore të mos i japim këtyre modeleve një status mitologjik. Hartle dhe Hawking dhe Vilenkin janë skica të fuqishme të mënyrës se si mund të mendojmë për një origjinë kuantike, por ato nuk janë fakte që mbyllin debatin. Ato na japin struktura të mendimit dhe mënyra për të lidhur matematikën me fenomenet astrofizike, por mbeten shumë pyetje themelore pa përgjigje. Kjo saktësisht është shpërblimi dhe kufiri i shkencës. Teoritë të mira hapin dritare, por nuk i bëjnë mbylljet përfundimtare. Në fund të kësaj pjese, imagjinoni një laborator ku një shkencëtar i shekullit të 28 shikon me habi paraardhësit duke parë një mikroskop tunelues që tregon elektron që kalojnë përtej murit. Kjo pamje e vogël laboratorike dhe ajo kozmike janë të lidhura. Ajo që shohim me dorën e lirë në një mikroskop është e njëjta logjik kuantike që teoritë e Hartle dhe Hawking dhe Vilenkin tentojnë të përdorin për të shpjeguar lindjen e universi. Por nga ligji i shkencës vjen gjithmonë kërkesa, provat, llogaritjet dhe parashikimet. Dhe kur i mbledhim ato, do të dim më shumë se tani. Por edhe më shumë pyetje do të lindin, sepse sa më thellë hyni, aq më shumë natyra duket se fshihet pas një perde komplekse të mundësive kuantike. Në momentin kur e lam historinë, pamja e vogël laboratorike u kthie në metaforë kozmike, një mikroskop që zgjon ngjarje kuantike dhe një univers që mbinjeton rezultate të pafundme. Pyetja që shmanget nuk është vetëm si nisi gjithçka, por si matim dhe vlerësojmë atë që teoritë tona prodhojnë kur hapen derën drejt pafundësisë. Kjo pjesë hyn në atë derë dhe rrëfen pse problematika e masës në skenarin e inflacionit copton çdo premtim për parashikim të prerë. Imagjinoni një piknik ku çdo mikpritës prodhon pafundësisht bukë. Kush vendos se cilën bukë do të hani? Pyetja duket absurde në botën e përditshme, por po ashtu absurde bëhet edhe kozmologjia, kur Alan Guth në vitin 1981 në Institutin e Teknologjisë së Massachusetts propozoi inflacionin, dhe më vonë Andrej Linde në vitin 1982 në Institutin Landau paraqiti skenar ku inflacioni nuk ndalet kudo, por vazhdon në mënyrë të përhershme në zona të ndryshme të hapësirës. Efekti është i drejtë për drejtë. Inflacioni i përjetshëm prodhon xhepa kozmik, fluska që formohen me rritje të ndryshme dhe rregulla lokale. Këto xhepa mund të kenë vlera ndryshme për parametrat themelor të fizikës, një lloj peizazhi kozmik ku çdo vendor krijon një realitet të vetin. Por ja ku qëndron gruaja e matematikës. Kur ke një numër pafund realitetesh, si përcakton dot probabilitetin e atij që po vëreni ju? Këtu hyn problemi i masës. Problem që nuk është një detaj teknik, por zemra që han çdo pretendim për parashikim. Në formulimin më të thjeshtë, nëse inflacioni krijon një sasi pafund fluskash të gjitha llojeve, përqindja e fluskave me një veçori të caktuar është e paqartë, nëse të gjitha metodat e matjes bartin infinitezim. Kjo nuk është një çështje estetike, është një çështje që thotë se ndërsa modeli juaj përshkruan gjithçka, ai nuk i thotë se çfarë është më e mundshme të shihet. Shkencëtarët provuan të shpërndajnë këtë paqartësi me rregulla pritjeje, që i quajmë mas. Një qasje është të hedhësh një kufizim kohor dhe të numërosh fluskat brenda tij. Një tjetër është të përdorësh një koeficient normalizimi, që peshon sipas vëllimit, sipas sipërfaqes apo sipas një dritë paket të veçantë. Por çdo rregull jep përgjigje të ndryshme. Rafael Busso, në vitin 2006 në Universitetin e Kalifornisë Berkeley, propozoi një qasje të quajtur diamanti kauzal, si përpjekje për të shmangur disa paradokse, por edhe kjo zgjidhje varet nga supozime që mund të duken arbitrare. Parimi i përsëritjes së vogël. Nëse mënyra se si numëroni përcakton përgjigjen, atëherë kozmologjia ka kaluar nga përshkrimi shpjegues në një lloj matematikash arbitrare, dhe ky është goditja që prek kredibilitetin e teorive të mëdha. Nuk mjafton të thuash, universi bën këtë miliona herë. Duhet të thuash, dhe këtu është pse e presim këtë rezultat, jo një tjetër. Pa një masë natyrore, inflacioni i përjetshëm prodhon vetëm një katalog të mundësive, jo statistika të pathyeshme. Dhe këtu hyn paradoksi i autoritetit. Emrat e mëdhenj që propozojnë origjinën kuantike shpesh bien në kundërshtime metodologjike. James Hartle dhe Stephen Hawking në vitin 1983 propozuan një funksion val të universit që kërkon kushte kufitare të ndryshme nga ato që propozoi Alexander Vilenkin si teori tunelimi.
Secila autoritet ka një mënyrë për të nxjerrë probabilitete dhe secila metodë ndryshon pritshmëritë tona. Kjo është kryqëzimi i besimit shkencor. Cilën autoritet metodologjik do të ndjekim kur ata japin përgjigje të paimisht? Rezultati praktik është i pa kompromis. Nëse zgjidhni një mas, ju mund të krijoni një model që parashikon gjithçka dhe asgjë njëkohësisht. Kjo është shenja e një nëndeterminimi epistemik të thellë. Shkenca kërkon të mposhtë këtë duke kërkuar sinjale të vogla që nuk varen nga zgjedhjet e rregullave. Një shembull i tillë janë valet gravitacionale primordiale të kërkuara prej ekipeve observacionale. Ato do të jenë shenjat që pak mas mund t'i ndryshojë. Por këto detektime janë të vështira dhe mund të jenë jashtë horizontit teknik për dekada. Në mes të kësaj trazire lindi një provë shumë e çuditshme për brishtsinë e modeleve tona. Fenomeni i njohur si angoz, 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 angoz. Rrjedhin nga Ludwig Boltzmann në fund të shekullit të 19 në Universitetin e Vjenës, i cili përdori parimin e fluktuacioneve statistike për të shpjeguar rendin nga probabiliteti. Por kur e aplikoni këtë intuit në një univers që jeton pafundësisht apo shumë gjatë në gjendje të ngjashme me Desiter, flukset statistikore mund të krijojnë strukturën e plot të një mendije të vetëdijshme
vetëm për shkak të një trazimi rastësor. Për ta bërë këtë më konkret, në një hapësirë ku çdo kombinim i grimcave ka rastësisht një mundësi të vogël të lindjes, është më probabël të lindë një tru i thjesht që kujton një botë e kompletuar, sesa të lindë gjithë bota si e rregullt. Nëse modeli juaj prodhon më shumë trupa të tilla sesa vëzhgues të rregullt që kanë një histori koherent, atëherë modeli thotë se më shumë vëzhgues do të kenë përvojën e çuditshme të mendimeve pa histori. Por ne nuk jemi të tillë. Kjo është goditja, një teori që parashikon se ju jeni statistika e zakonshme e një sër të pafundëm, është brenda, në mënyrë interne, e vetë refuzueshme. Shumë autorë të kohëve të fundit e kanë vënë këtë pikë në qendër. Don Page, në vitin 1998 në Universitetin e Albertës, diskutoi pasojat statistikore të vëzhgueshmërisë në universitet e mëdha. Sean Carroll, në vitin 2010 në Institutin e Teknologjisë i Kalifornisë, shpjegoi në mënyrë populore pse Boltzmann Brains shërbejnë si test falsifikues për modele kozmologjike që krijojnë shumë më tepër kaos se sa rend. Po ashtu, Rafael Busso, në vitin 2006 në Universitetin e Kalifornisë Berkeley, shqyrtoi mënyrat si një masë e mirë mund të shmangë dominimin e këtyre trurve hipotetik. Problemi mat. Të gjitha zgjidhjet që i shpëtojnë modelit nga Boltzmann Brains shpesh kërkojnë kondicionime të egra, si një kufizim të moshës efektive të hapësirës desitër ose një mekanizëm që bën që koha e inflacionit të mos jetë tepër e gjatë. Kjo do të thotë se për të shpëtuar parashikueshmërinë, ju duhet të fusni elemente jashtë vëzhgimi që dikur dukeshin si gjishtimi filozofik. Perdja e dukshme midis fizikës që mund të matet dhe parimeve që thjesht bëhet më e hollë. Dhe prapse prap, ekziston një problem më themelor që rrjedh nga koncepti i thënia se ekzistojnë të gjitha mundësitë, nuk është shpjegim. Një përgjigje e vjetër filozofike thotë, një kolon e pafund vajturash nuk shpjegon pse një prej tyre është i fortë, ajo vetëm riprodhon pafundësinë. Në termat shkencor, të themi kuote 33, do të thotë të pranojmë se çdo pyetje për probabilitet është e paqartë për shkak të mungesës së masës. Kjo shton tensionin midis shpjegimit dhe shpjegimit të përshtatshëm. Këtu vijon një kontrast i ashpër. Në fizikën laboratorike, një hipotezë që nuk jep parashikime të ndërsjella me probabilitet të përcaktueshëm vlerësohet si e paplot. Në kozmologji, shumë modele këtë boshlëk me koncepte si parimi antropik ose seleksionimi kozmetik. Por parimi antropik thot vetëm që ne jemi atje ku jemi, sepse vetë kushti i ekzistencës son filtrin realitetet e mundshme. Kjo është më shumë një shpjegues i qëndrueshëm sesa një rregull që mund të jep parashikime testuese. Prandaj, kur një kozmolog thot se kuote 35, përgjigja kuote 36 nuk është fjalë pak butë, por një pranim i kufirit të modelit. Steven Weinberg, në vitin 1988 në Universitetin e Columbia, përdori arsyeën antropike për të vlerësuar vlerën e konstantës kozmologjike dhe tregoi se disa përgjigje janë më shumë statistika pragmatike sesa ligje themelore. Kjo lë një shije të hidhur për ata që presin ligje unike dhe universale. Një mënyrë për ta parë të gjithë këtë është si një krizë epistemike. Inflacioni i përjetshëm dhe multiversi e denjë për lavdat kanë dhënë një lullëzim të mendimeve dhe matematikës, por kanë shfrytzuar mjetet e vlerësimit. Problemi i masës, truri Boltzmann dhe iluzioni i pafundësisë si shpjegim janë tre fytyrat e të njëjtës dilemë. A mund të jepet një përshkrim shkencor që ruan aftësinë për të bërë parashikime specifike dhe të vërtetueshme? Kjo pyetje na rikthon tek metafora e parë. Mikroskopi dhe universi janë pjesë të njëjtës lloji. Një teori nuk I mjafton të jetë bukur matematikisht. Ajo duhet të ketë një metodë të matshme për të dalë nga pafundësia e mundësive. Pa këtë, çdo observim dhe çdo eksperiment mund të lehtësohet në mënyra të ndryshme në varësi të kuote 30 që zgjidhim. Kjo do të thotë se kërkimi eksperimental, detektimet e valve gravitacionale, matjet ekstremisht të hollësishme të sfondit kosmik të mikrovalve, eksperimentet e grimcave të errta, nuk është vetëm koleksioni të dhënave, por luftë për të vendosur masën që shkenca duhet të përdorë. Dhe ja ky është çasti që I jep dramatizëm intelektual. Nëse modeli juaj për universin e pafund nuk kalon testin e trurit Boltzmann, ai është I dëmtuar thelbësisht. Nëse nuk keni një masë të palkundur, nuk keni probabilitete të besueshme. Dhe nëse pafundësia zëvendëson shpjegimin, atëherë ajo që kemi është një katalog I bukur,
por jo një teori e vërtetueshme. Ky është cuci dilemës që po shqyrtojmë tani. Pra, ku e lëm rrëfimin? Nuk do t'ju jap një mbilje. Do t'ju lëmë një pyetje të thjeshtë dhe të egër, një përsëritje e hukit që e fillon këtë pjesë. Në një peizazh kozmik ku ekzistojnë pafund veçori, cili është probabiliteti që të jeni një prej tyre? Dhe si matet ky probabilitet në mënyrë që të mos varet nga pjesa ku vendoset gishtat e teorisë? Ky është numri që duhet të matet, dhe ai është edhe pengesa që duhet të kapërcejmë për të kthyer multiversin nga një hipotezë filozofike në një mjet zbulimi shkencor. Në vijim, do të hedhim një sy mënyrave konkrete me të cilat kozmologët përpiqen të ndalojnë dominimin e Boltzmann brains dhe të krijojnë masa të natyrshme. Por kjo është rrugë tjetër dhe lajmshërimi nuk është i lehtë. Mbetet pyetja: çfarë jepet si kriteri mirë për masën dhe a do të pranoni kurrë një rregull që duket në thelb arbitrar? Kjo pyetje mbyll rrethin e dilemës dhe hap një kornizë të re ku do të përqafojmë më vonë. Imagjinoni të shikoni një film ku historia e universit është shkurtuar në një vit të vetëm, dhe në këtë vit të përmbledhur çdo ndodhi kozmike madhore zë vend si një ditë të vetme. Një ditë është lindja e yjeve, një tjetër dita e formimit të galaktikave, dhe minutat e fundit janë përshpejtimi i zgjerimit kozmik që sapo zbuluan observatorët e supernovave. Por prit, kjo shtypje kohore na jep një goditje. Në kohën kur yjet tanë sapo janë krijuar, densitetet e dy përbërësve fundamentalisht të panjohur, materie së errët dhe energjisë së errët, kanë marrë vendet e tyre në skenë dhe po përcaktojnë fatin e gjithçkaje. Historia jon fillon me një thërmi të faktit. Në 1998, Pearl Mutter nga laboratori kombëtar Lawrence Berkeley, si dhe Rees nga Instituti i Teleskopit Hapsinor, me ekipe respektive, publikuan matje që treguan diçka të çuditshme. Shpejtësia e zgjerimit të universit kishte filluar të rritet, jo të ngadalsohej, dhe kjo kërkonte një energji që shtynte hapësirën të zgjerohej më shpejt, një energji që askush nuk po e shihte si dritë, por e ndjente si forcë. Por prit. Observacionet e sfondit kozmik të mikrovalve, të hartuara në një seri misionesh ku Planck i Agjencisë Evropiane të Hapësirave në 2018 dha një hartë shumë të hollësishme, konfirmuan se parametrat kozmologjik përputhen me një komponent që silen si një konstant kozmologjike në ekuacionet e Einsteinit. Kjo nuk ishte thjesht një sugjerim, por prit. Clough dhe bashkautorët e tij në Universitetin e Arizonës në 2006 demonstruan përmes studimit të grushtit të plumbit se shpërndarja e masës nuk bie plotësisht me atë që shohim me teleskopin, duke na bërë të besojmë se ka diçka që sjell gravitet pa shkëlqim. Por prit. Pra çfarë është kjo energji misterioze që shkakton përshpejtimin? Shkenca e kuan atë energji e errët, modeli standard lambda CDM, modeli standard kozmologjik, e përshkruan efektin e saj përmes konstantës kozmologjike lambda. Por këtu lind plagët teorike. Fizikantët e fushës së fushave kuantike, prej kohësh, kanë llogaritur se vakumi i hapësirës duhet të mbajë një lloj energjie të brendshme që vjen nga luhatjet kuantike. Steven Weinberg, në një punim themelor të 1989 nga Universiteti i Teksasit, e përshkroi problemin si një nga më shqetësuesit. Përballë vëzhgjimit, parashikimi teorik i energjisë së vakumit është më i madh me dhjetra ose qindra renditje madhësie. Por prit, këtu vjen dhimbja për fizikën. Ne kemi një teorik shumë të suksesshme për mikrobotën dhe një tjetër të suksesshme për gravitetin makroskopik. Por kur i bashkojmë ato, parashikimet për energjinë e vakumit shpërthejnë në mënyrë katastrofike. Ky mungesë përputhjeje nuk është vetëm një detaj matematikor, është një plag që sfidon ide të thella rreth reduktibilitetit të natyrës, që një shpjegim i një sektorit të atomit nuk duhet të thyet në mënyrë të papërballueshme kur aplikohen në shkallën më të madhe. Por prit, nga ana e matjeve, problemi ka gjithashtu dimension praktike dhe emocional. Tensioni i vlerave për parametrin e zgjerimit, i matur në mënyra të ndryshme, po shtyn shkencëtarët drejt përfundimeve radikale. Adam Rees, në 2019 nga Universiteti Johns Hopkins dhe Instituti i Teleskopit Hapsinor, raportoi një matje lokale për shpejtësinë e zgjerimit që mbeti më e lartë se vlerat që nxjerrin analizat e sfondit kosmik të mikrovalve nga Planck. Dhe kjo diferencë nuk zhduket thjesht me korrigjime të vogla. Por prit,
Pse kjo shpërbërje midis metodave është kaq e dhëmshme? Sepse nëse nuk mund ta mbledhim bashk historinë e universit në mënyrë të qëndrueshme, atëherë mund të na duhet të pranojmë se ekzistojnë fizika të reja që ndryshojnë lojën. Nëse vlera e parametrave kozmologjik varet se si i matni, atëherë besueshmëria e teorive të jetës shkon në rrezik, dhe parimet që na kanë udhëhequr, si parimi i shkallëzimit dhe pjesëtimit të forcave, u mbasin terren. Por prit. Çfarë teori reale po diskutohen si përgjigje ndaj këtyre apeleve? E para është ajo që duket më natyrale për relativitetin, lambda si energji vakumi. Kjo ide u thjeshtua në punimet e Perlmutter në 1998 nga laboratori kombëtar Lawrence Berkeley dhe u forcuan mëtej nga rezultatet e RIS nga Instituti i Teleskopit Hapësinor. Por në të njëjtën kohë, teoria e fushave parashikon diçka shumë më të madhe dhe kështu lind pyetja. Pse vakumi përmban pikrisht sasinë që ne matim, por prit? Një alternativë reale po diskutohet gjerësisht është ajo e fushave dinamike, e ashtu quajtura kvintesencë, ku një fushë e re e lehtë evoluon me kohën dhe prodhon efektet e ngjashme me një konstant që ndryshon ngadalë. Këtu duhet të përmendim Ratra dhe Peebles, të cilit në 1988 nga Universiteti i Illinois propozuan një fushë që ndryshon me kohën dhe mund të shpjegojë vlera të ndryshme në epoka të ndryshme kozmike. Por këto modele kërkojnë parametra të imët dhe shpesh duken të stuishme ose të rafinuara. Por prit, një tjetër degë e diskutimit është ndryshimi i vetë gravitacionit në shkallë kozmike. Milgrom, në 1976 nga Instituti i Detyrave Astrofizike, propozoi modifikimin e dinamikës newtoniane si rrugë për të hequr nevojën për materien e errët në shkallë galaktike. Dhe Jacob Bekenstein në 2004 nga Universiteti Columbia ofroi një formulim relativistik të kësaj ideje për t'u përballur me kërkesat e relativitetit. Por prit, këto modifikime megjithatë luftojnë me një rrjet vëzhgjimesh të tjera. Ato mund të shpjegojnë kurbat rrotulluese, por shpesh dështojnë kur përballen me sfondin kosmik të mikrovallëve dhe me strukturën e madhe të universit që misione si WMAP dhe Planck kanë kartografuar me saktësi. Kjo na sjell një mësim dramatik. Një teori që ndryshon një ligj themelor duhet të përballojë një kast provash që nuk janë vetëm lokale, por koherente në të gjitha shkallët. Por prit, cilat hipoteza janë thjesht spekulative? Midis teorive që mbajnë interes të sinqert dhe atyre që përzihen me filozofin, gjejmë idetë multiversit dhe të shpjegimeve antropike. Steven Weinberg, në fund të shekullit të 20 dhe disa të tjerë, kanë vënë përgjigje që natyra e vlerës së konstantës mund të lidhet me kushtet ku jetojmë, por kjo lë jashtë një testim të drejtpërdrejtë dhe priret të zhvendos pyetjen nga shkenca eksperimentale te një argument i zgjedhjes. Por prit, po ku qëndron materia e errët në këtë peizazh? Ajo është një problem tjetër i përdredhur me energjinë e errët. Vezgjidhjet prekin midis grimcave të reja dhe ndryshimit të ligjeve. Eksperimentet e drejtpërdrejta, si ato të ekzekutuara në laborator të mëdhenj si laboratori kombëtar Gran Sasso ose nën tokë të tjerë, kanë kërkuar WIMP-at, dhe profesori Bertone dhe bashkautorët në 1999 shqyrtuan në detaje kandidatët, por deri tani nuk ka pasur një goditje të pakontestueshme. Por prit. Kjo gjendje krijon një skenë ku disa zgjidhje të mundshme janë reale dhe të provueshme, ndërsa të tjera janë elegante, por të vështira për t'u provuar. Modeli Lambda CDM, modeli standard kozmologjik për shembull, është i provuar në shkallë të mëdha nga COBE, WMAP dhe Planck, por në shkallë të vogla shfaq problemet e bërthamës dhe numrin e satelitëve, dhe këto nuk janë probleme të vogla për një teori që pretendon të jetë i plot. Por prit, në frontin teorik ekzistojnë skenarë me ndërveprime të brendshme, ku materia e errët nuk është një grince vetme, por një molekul komplekse që sillet si bote vetme. Kjo nuk është thjesht fantazi. Idetë mbi bërthamën e një sektori të errët janë shfaqur në punime të ndryshme në universitetet kryesore, duke u turnur në mënyra që mund të shpjegojnë disa fenomene të papritura, por për të vërtetuar këtë, duhet një gamë të re instrumentesh dhe gëshetimish eksperimentale. Por prit, një ide tjetër që po merr terren është se energjia e errët është emergjente, një efekt kolektiv që shfaqet nga mënyra se si struktura e madhe e universit ndërvepron me gravitetin.
Kjo ide përpiqet të shmang matematikën e grimcave të panjohura, duke thënë se mund të jetë mënyra se si boshllëqet dhe ngjeshjet kozmike formojnë një efekt makroskopik që duket si presion negativ. Por prit, cili është përfundimi praktik për ne që kërkojmë verifikim? Së pari, ne duhet më shumë të dhëna me ndjeshmëri të lartë, matje më të sakta të supernovave, sondazhe më të thella të strukturës së madhe dhe kërkime në terrenin e grimcave që do të prishin ekuilibrin midis hipotezave. Misionet si ato të planifikuara nga Agjencia Evropiane e Hapësirave dhe Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës, instrumentet e brezit të ri të teleskopëve dhe përmirësimet në laborator të tjerë mund të na japin prova konkrete. Por ky proces merr kohë dhe ndonjëherë para, dhe natyra e provës ndryshon me rritjen e hollësisë së matjeve. Por prit. Duke mbyllur këtë shtresë të rrëfimit, duhet të rikthehemi në pikën ku morëm përshtypjen filestare. Masa që përcakton fatin e universit për të madhen e kohës e padukshme për sensin e drejt për drejt. Kjo gjendje na detyron të bëjmë zgjedhje epistemologjike. Do të besojmë në një konstante të thjeshtë dhe të paarsyeshme, do të kërkojmë një fushë dinamike, apo do të rimendojmë gravitetin vet, dhe secila nga këto rrugë ka kosto intelektuale dhe eksperimentale. Por prit. Në pjesët që do të vinë, ne do të shohim se si matjet specifike mund të ngushtojnë hapësirën e mundësive dhe si kozmologët po përpiqen të shpalin një standard për atë që konsiderohet shpjegim fizik dhe çfarë mbetet filozofi. Për momentin, mbani në mend këtë pamje kur shkoni jashtë natën. Ajo dritë e largët, që duket e qetë dhe e pandryshueshme, ndoshta po rrëshqet në një sfond të madh misterioz që ne sapo kemi filluar ta ndjekim me sytë e mendjes. Por prit. Një fotografi e zbet në një rrjet telekomunikacionesh. Kjo fotografi erdhi nga bashkëpunimi i bashkëpunimit të teleskopit të horizontit të ngjarjes në 2019 dhe na shfaqi hijen e një vrime të zezë si kur më parë, një kontur i errët i cili nuk duhej të ndodhte sipas gjuhës së përditshme. Ky ishte teknologjia që prishin ndjenjen e sigurisë. Instrumentet nuk po na thonin vetëm se teoria funksiononte, por po na tregonin një sken ku dy botë perceptimesh, ajo kvantike dhe ajo geometrike, përplasen për jetën e informacionit. Shkenca shpesh përparon kur një detektor i ri fillon të lexojë atë që ligjet e vjetra kishin injoruar. Laboratori LIGO, i udhëhequr nga Instituti i Teknologjisë së Kalifornisë dhe Instituti i Teknologjisë në Massachusetts, në 2015 regjistroi valë gravitacionale nga bashkimi i dy vrimave të zeza, dhe na da provën se fusha gravitacionale në ekstrem është e arritshme për matje. Por prisni, të dy këto zbulime nuk zgjidhin kontradiktan themelore, ato e shtojnë atë. Bëni një hap mbrapa dhe mendoni për një monedhë të hedhur në ajër. Në fizikën e përditshme, ju shihni monedhën të fluturojë dhe pastaj të bjerë, dhe mund të përshkruani rrugën e saj me ndjeshmëri të madhe. Kështu funksionon relativiteti i përgjithshëm, si një hartë geometrike që tregon se si materia lëviz. Por në botën e grincave shumë të vogla, ku probabiliteti dhe ndërfolja janë ligji, monedha nuk ka një rrugë të qartë. Ajo shfaqet si një valë probabilistike. Kjo është bota e mekanikës kuantike. Tani, imagjinoni një objekt që është i dyti dhe i parë njëkohësisht, hapësira rreth një vrime të zezë. Nga jashtë, relativiteti i Albert Einstein në Universitetin e Berlinit dhe në Institutin për Studime të Avancuara në Princeton e përshkruan atë si një geometri ekstreme me një horizont që ndan brendësinë nga jashtë. Por kur ne përpiqemi të vendosim rregulla kvantike mbi këtë geometri, lind një tension i papërballueshëm. Këtu nuk është thjesht një shtresë matematikore. Është pyetja nëse bota jon është përshkruar nga një histori e vazhdueshme ku informacioni ruhet, apo nga një situatë ku ajo histori mund të shuhet përgjithmonë. Stephen Hawking në 1974 në Universitetin e Cambridge-it shokoi komunitetin kur tregoi se vrimat e zeza emetojnë rrezatim termik. Ky rrezatim, sot i njohur si rrezatimi i Hawkingut, bazohet në efekte kuantike afër horizontit dhe tregon se një vrimë e zezë mund të avullojë ngadalë. Por prisni, nëse ajo avulloi, ku shkon informacioni mbi materialin që hyri brenda? Kjo pyetje u bë zanafilla e paradoksit të informacionit dhe jo vetëm një kuriozitet matematikor. Imagjinoni një libër që digjet dhe zgjidhet vetëm si hiri. Në makro, ne mendojmë se fjalët humbasin. Në mekanikën kuantike megjithatë, ligjet janë të atij tipi që nuk lejojnë humbjen totale të informacionit.
Evolucionet janë të njohura si unitaritete. Dilema. Nëse rrezatimi i Hawkingut është thjesht termik dhe pa strukturë informative, atëherë duket se ne shkatërrojmë unitetin. Nga ana tjetër, nëse informacioni ruhet, duhet të gjejmë mekanizmin se si ai shpërngulet nga brendësia e vrimës së zezë në rrezatimin që largohet. Ky ka qenë testi stresues për çdo teori që pretendon të shpjegojë gravitetin me kuantum. Don Page, në 1993 në Universitetin e Albertës, doli me idenë e kurbës së entropisë, e cila parashikonte një fazë ku entropia e rrezatimit duhet të ngrihet dhe pastaj të bjerë, në mënyrë që informacioni të rikthehet. Kjo shënon një pikë kteze teorike. Por këto janë fjalë të forta. Si përfiton informacioni nga një gjeometri ku brendësia duket e ndarë nga jashtëmja? Në një drejtim, teoria e komplementaritetit të vrimës së zezë u propozua nga Leonard Susskind në 1993 në Universitetin e Stanfordit si një mënyrë për të shpërndarë përgjithësinë. Ideja thotë: vëzhguesi që qëndron jashtë dhe vëzhguesi që bie brenda mund të kenë tregime të ndryshme dhe të palidhura, por nuk ka mënyrë për t'i krahasuar ato dhe pra nuk lind konflikt fizik. Kjo t'ingëllon bukur, por prisni. Në një kohë të mjaftueshme, kur nefera e vrimës së zezë evoluon, ideja del në konflikt me parimin e entanglementit dhe vjen paradoksi i zjarrt. Almeiri, Marolf, Polchinski dhe Sully në 2012 në Institutin për Studime të Avancuara dhe Universitetet, përkat se ngritën atë që u quajt paradoksi. Zjarri në horizont. Ata argumentuan se për të shmangur shkeljen e rregullave të informacionit, duhet të pranojmë se horizonti nuk është një sipërfaqe e qetë për një vëzhgues në rënje, por një kufi i dhunshëm ku kvantet shkatërrohen. Kjo thjesht sheh në fytyrë përçarjen midis intimitetit relativistik dhe koherencës kvantike. Kjo është ndoshta një nga ato momente kur teoritë ndryshe nxjerrin njëri tjetrin në dritë dhe drama lind pikrisht nga përplasja. Një goditje e re erdhi nga konturi formal i holografisë. Gerard 't Hooft në Universitetin e Utrechtit dhe Leonard Susskind në Universitetin e Stanfordit propozuan idenë që informacione totale të një rajoni mund të kodohen në sipërfaqen e tij, si një copë film që mban pamjen e një skene tridimensionale. Kjo u konkretizua nga Juan Maldacena në 1997 në Institutin për Studimet e Avancuara me korespondencën ADS/CFT. Korespondenca midis hapësirës antidesiter dhe një teorie fushash të kufizuara, çka jep një laborator matematikor për problemet e informacionit. Ky mjet matematikor na dha një laborator ku problemet e informacionit mund të studioheshin në mënyrë të kontrolluar. Dhe prisni, këtu përsëri teknologjia bëhet provë. Të dhënat nga LIGO dhe bashkëpunimi i teleskopit të horizontit të ngjarjes konfirmojnë përputhjen me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm brenda regjimeve që ato matin. Kjo do të thotë se zgjidhjet radikale që thonë se horizontet janë vende të çrregullta, domosdoshmërisht duhet të përballen me provat observacionale që tregojnë konsistencën e relativitetit deri në nivele të paprecedent. Por çfarë është përjashtuar realisht dhe çfarë mbetet e hapur? Nga ana e eksperimenteve, zbudimet e 2015 dhe 2019 kanë eliminuar shumë variante të prapambetura që parashikonin devijime të mëdha nga relativiteti në shkallë të horizontit. Por ato nuk mund të thonë kurrë se çfarë ndodh brenda horizontit në nivelin e kuantumit. Nga ana teorike, humbja e informacionit totale në formën e një shkatërrimi të pareversueshëm është sot shumë e pakët për të pranuar si një zgjidhje përfundimtare. Ajo hudhet në drejtim të përplasjes me parimet bazë të mekanikës kuantike. Sidoqoftë, shpjegimi mikroskopik i sekurës së horizonit është ende i paqartë. Nuk dim nëse informacioni kthehet duke u koduar në rrezatimin e Hawkingut në një mënyrë shumë të hollë dhe koherente, apo nëse ekziston një mekanizëm ku horizonet sihen si sipërfaqe me mikrostatura komplekse, si në teorinë e fuzbol të propozuar nga disa studiues të teorisë së telave. Këto modele janë intriguese, por ato përballen me nevojën për të shpjeguar pse observatorë të ndryshëm përjetojnë një horizont të qetë, dhe si të përputet kjo me provat nga LIGO dhe bashkëpunimi i teleskopit të horizontit të ngjarjes. Vini re ndryshimin. Shumë nga alternativat janë njëra force e mendimeve, por jo të gjithë janë thjesht të mundshëm. Modifikimet që kërkojnë ndryshime të dukshme në dinamikën e sipërfaqeve horizontale janë në tension me vëzhgjimet moderne.
Kjo i lë teori të buta që ndryshojnë strukturën në shkallë shumë të vogël ose mekanizma ku informacioni shkon përmes ndërveprimeve të imëta kvantike që nuk shkatërrojnë fenomene makroskopike. Pra, shumë ide të mëdha nuk janë dënuar plotësisht, por janë ngushtuar shumë. Në vitin 2019, një valë llogarish dhe modeleve përfshiu konceptin e sipërfaqeve ekstreme kuantike dhe ishujve të entropisë, si puna e autorëve të njohur në Institutin për Studime të Avancuara dhe universitete të tjera. Këto përpjekje përdorën teknika holografike për të riprodhuar atë që Don Page kishte parashikuar dhe për të rikthyer shpresën se kurba e entropisë do të ndiqte modelin e pritur, ku informacioni rikthehet në fazën e fundit të avullimit. Kjo nuk do të thotë se problemi zgjidhet në botën reale jashtë hapësirave simetrike matematikore, por është një provë serioze se natyra nuk domosdoshmërisht lejon shkatërim total. Le të bëjmë një ankorim emocional. Mendoni për një arkiv të digitalizuar të familjes suaj. Në serverat tanë, të dhënat mund të fragmentohen, të kopjohen dhe të rikuperohen, dhe kështu funksionon entropia dhe informacioni në makinën tonë teknologjike. Por një vrim e zezë të tërhiqte të gjitha kopjet dhe të zhdukte çdo bit, do të ishte një lloj apokalipsi epistemologjik. Shumë nga punimet e fundit tregojnë se natyra mund të ketë mënyra të fshehta për të siguruar që kopjet nuk shuhen në mënyrë katastrofike. Praktikisht, çfarë mund të presim nga vëzhgimet e ardhshme? Instrumentet e brezit të ardhshëm, teleskopët që matin valët e gravitetit në frekuenca më të ulta dhe detektorët e rrezatimit me ndjeshmëri të pashembullt mund të shenjojnë shenja subtile të devijimit nga parashikimet klasike. Por kjo do të jetë gjithmonë një lloj e hollësive, sepse efekti që kërkojmë është shpesh i fshehur në thellësi të frekuencave dhe statistikave. Kështu, prania e teknologjisë nuk mposht paradoksin, ajo e bën atë më të mprehtë. Nga ana filozofike, ky është një moment ku nëndeterminimi është i dukshëm. Të vënat na tregojnë se diçka po shfaqet. Teoria na ofron disa skenar të mundshëm, por zgjedhja midis tyre kërkon jo vetëm prova të reja, por edhe një ekuilibër epistemologjik mbi atë që konsiderojmë një shpjegim tërheqës dhe fizikor. Kjo është betejë midis thjeshtësisë, koherencës dhe aftësisë për të dhënë parashikime të reja. Më lejoni të përfundoj me një imazh që nuk është mbyllje. Ju jeni jashtë një nate të kthjellët. Shikoni një sipërfaqe qilli që duket e qetë dhe mendoni për atë horizont të vogël dhe të zymt që solli bashkëpunimi i teleskopit të horizontit të ngjarjes dhe ligo në fokusin ton. A është ajo vetëm një kufi i qetë në hartën gjeometrike apo një derë e fshehtë që ndan dy lloje të realitetit? Kjo derë është ende pak e hapur. Ajo kërkon më shumë dritë, më shumë instrumenta dhe më shumë guxim teorik për t'u hapur plotësisht. Dhe pyetja mbetet: nëse informacioni është shpëtuar, ku e ka fshehur vetë natyra? Drejt tani ju po mbyllni një horizont që është pjesërisht i mbyllur. Drita vjen, por përshtypja juaj e realitetit porreshtohet nga diçka që nuk lejon të shihet. 95% e universit është e padukshme, dhe atë që shikoni është vetëm fasada. Kjo është premisa e thjeshtë që do ta mbaj tonin. Ka 3 rrugë filozofike që kërkojnë të shpjegojnë atë fasadë. Fakti brut, baza e nevojshme dhe ontologjia matematikore, dhe këto 3 janë konkurrente, jo thjesht variant fjallkash. Në vijim do t'i trajtojmë secilën si një projekt të ndarë. Çfarë deklaron, çfarë premton për testimin fizik dhe ku dështon. Fillojmë me rrugën më të afërt për praktikën shkencore. Fakti brut. Kjo linjë thot: merrni vëzhgimet ashtu siç janë dhe prisni që fizikë e re të shfaqet natyrshëm. Ajo nuk premton një metafizik të thellë. Ajo kërkon modele që prodhojnë parashikime konkrete. Fakti brut gjen stre tek shumë fizikantë që punojnë me grincat e errta në detektor nëntoksor. Fizikani Jens August Sainz në studimet e tij nuk përmendet më si autor i vetëm. Megjithatë, puna e studiusve në laboratorin kombëtar të Gran Sasso ka sjell metoda që synojnë të kapin grimcat e paemetuara nga koha. Ky lloj qazieje është i heshtur por konkret. Forca e kësaj rruge është e qartë. Ajo gjeneron parashikime të matshme dhe teste që mund t'i përsërit një laborator tjetër. Ky është një avantazh epistemologjik i pashembullt, sepse diçka që mund të preket në mënyrë të pavarur ka peshë të madhe në bisedën shkencore. Por fakti brut ka kufizimet e veta. Nëse gjithë përputhja empirike mund të shihet me disa modeleve të ndryshme, atëherë zgjidhja eksperimentale mund të marrë dekada dhe mund të mos të japë një interpretim të qartë filozofik.
Kjo ka ndodhur historikisht. Për shembull, teoritë ndryshme të grimcave që propozohen si materia e errët sjellin sinjale të ndryshme në detektor, por mungesa e zbulimit drejt për drejt krijon një fushë të thatë për interpretime. Kjo rrugë sjell saktësi, por jo gjithnjë qartësi metafizike. Ndërprerja vizuale. Imagjinoni një sallë provimeve ku instrumentet janë të ndezura dhe dëgjohet vetëm zhurma e aparateve. Në këtë sallë, fakti brut është zëri i makinave që presin të regjistrojnë një klik. Ky imazh e rikthën audiencën në vështirësinë e pritjes eksperimentale. E dyta rrugë është ajo e bazës së nevojshme, kërkimi për një themel më të thellë nga i cili të dalin dukuritë e padukshme. Kjo nuk është thjesht një dëshirë për më shumë grimca, është kërkimi për një strukturë ligjore ose fushë që shpjegon pse ligjet e njohura sjellin ato efekte. Kjo rrugë ka shembuj të fuqishëm në historinë e fizikës. Një analogji e thjeshtë është transformimi që solli mekanika klasike pas reformulimit të saj në relativitet dhe mekanikës kuantike. Kërkimi për bazë të nevojshme shpesh shfaqet si modifikim ligji. Fizikani Mordehai Milgrom në 1983 në Institutin Hebraik të Studimeve Ndërkombëtare propozoi idenë që ne e njohim si modifikimi dinamikës newtoniane. Kjo ishte një vështrim që ndryshon ligjin klasik për të shmangur nevojën për mas të padukshme në shkallë galaktike. Avantazhi i kësaj qasjeje është elegantia. Nëse ndryshoni parimin bazë, mund të shpjegoni shumë anomalive me një ndryshim relativisht të vogël teorik. Kjo është një fitore estetike dhe ndonjëherë eksperimentale. Por edhe ky shtyll ka dobësi. Ndryshimet radikale të ligjeve kërkojnë koherencë me të gjitha të dhënat e tjera, dhe shumë herë ato janë të vështira për t'u pajtuar me matjet e shkallës së madhe. Jakob Bekenstein në 1999 në Universitetin e Jerusalemit propozoi një formulim relativistik të krahut mond që synonte të zgjidhte problemet koherente, por duke futur parametrizime të reja, ai hapi dhomën e komplikimeve. Kjo rrugë kërkon një balans të rrept mes thjeshtësisë dhe pajtueshmërisë kozmike. Skena vizuale tjetër. Imagjinoni një tavolinë me pjesë mekanike. Ndonjëra duhet ndryshuar që makina të shkojë më shpejt, por ndonjë ndryshim i vogël mund të shkatërrojë ekuilibrin. Kjo është frika dhe premtimi i modifikimit të ligjit. E treta rrugë është më radikale në natyrë, ontologjia matematikore. Këtë rrugë ka artikuluar teorikisht fizikani Max Tegmark në 2004 në Institutin Teknologjik të Massachusettsit, i cili propozoi se struktura matematike nuk është thjesht mjet, por është vetë realiteti. Sipas kësaj pikpamjeje, entitetet që ne quajmë materie e errët ose energji e errët janë komponent të një strukture matematikore më të madhe dhe ne i perceptojmë si çfarë janë për shkak të pozicionit ton brenda strukturës. Forca e kësaj qasjeje është se ajo ul kufirin midis matematikës dhe natyrës dhe jep një kuadër ku shumë ligje të ndryshme mund të shihen si pjesë të njëjtës gjuhë. Vilenkin, i cili në 1982 në Universitetin Tufts punoi mbi idetë e origjinës kuantike të universit, ofron një peshë të ngjashme për pyetjen se pse ligjet ekzistojnë ashtu siç janë. Ontologjia matematikore thotë, sepse kjo strukturë ekziston matematikisht. Kjo mund të ndihmojë në kuptimin e pse disa parametra renditen siç janë, por kjo rrugë has kundërshti të rëndësishme. Nëse çdo strukturë matematikore mund të konsiderohet realitet, atëherë ku është pragu që ndan ngjarjet e matshme nga fantazmat logjike? Steven Weinberg në 1998 në Universitetin e Texas theksoi problemet e ngjashme me konstantën kozmologjike dhe kërkoi arsyetime më të forta thanëse. Ontologjia matematikore rrezikon të bëhet një sistem spekulativ që largon testimin eksperimental, duke i dhënë vend filozofisë më shumë se shkencës. Vendosim një tjetër ankor vizual. Imagjinoni një bibliotekë të pafundme me libra pa kopertina. Disa prej tyre përputen me librat që ne lexojmë dhe të tjerët janë thjesht kombinime të simboleve. Kjo bibliotekë është metafora e Tegmarkit dhe ushqen pyetjen se si të veprojmë përmes saj. Tani le të përdorim një eksperiment i mendimi i ngushtë për të vënë në provë intuitën tuaj. Mendoni për një dhomë të mbyllur, e cila është plot me orë të famshme që rrotullohen dhe pajishja të matse. Ju nuk keni dritë, por në një anë të murit ka një detektor gravitacioni i cili ndjen shtrëngimin e masës. Ju bini në gjumë dhe u zgjoheni 200 vjet më vonë. Ju dëgjoni valë gravitacionale, por nuk keni më dritë. Çfarë do të konsideronit më reale?
Sinjalet që vijnë nga detektori apo territorin që nuk dha dritë? Ky eksperiment mendimi tregon dilemat mes 3 rrugëve. Fakti brut do t'ju thotë të besoni detektorit, baza e nevojshme do t'ju thotë të kërkoni ligje që shpjegojnë sinjalin pa materiale të dukshme, dhe ontologjia matematikore do t'ju pyes nëse vetë dhoma është një strukturë matematikore me elemente të ndryshme perceptimi. Ky eksperiment është një çelës dramatik. Ai na detyron të pyesim se cilat prova janë fundamentale dhe cilat janë derivatet e interpretimit. Ai gjithashtu na përkujton se shkenca nuk është thjesht një listë sinjalesh, është një interpretim i sinjaleve brenda një rjete logjikash. Le të shqyrtojmë tani përplasjet e forta dhe të hollë midis këtyre strategjive. Një përplasje e fortë është në natyrën e shpjegimit. Fakti brut kërkon parashikime eksperimentale dhe kryesisht fokuson testet falsifikueshme. Kjo e bën atë të shëndetshëm epistemologjikisht. Kjo rrugë prodhon hipoteza që mund t'i godas një detektor apo t'i hedh poshtë një teleskop. Nga ana tjetër, baza e nevojshme kërkon ndryshim konceptual, një rifaktorim ligjor që mund të shpjegojë emergjentet pa shtuar entitete të reja. Kjo rrugë mund të jetë më e thjeshtë në të menduar, por mund të bëhet shumë e ndërlikuar kur kërkohet koherenca me të gjitha të dhënat kozmologjike ekzistuese. Ajo ka fuqinë të ripërcaktojë pyetjen, por mund të dështojë me testet e shkallës së madhe. Ontologjia matematikore përbën një përplasje tjetër. Ajo mbron se shpjegimi i vërtet nuk është fizikisht i filtruar, por matematikisht i determinues. Kjo është forca e saj dhe mospërputhja e saj. Ajo është teorikisht elegante, por rrezikon të bëhet padalueshme ekspertitops. Pra ajo kërkon një lloj mostre të re filozofike që shkenca tradicionale nganjëherë refuzon. Një ankor emocionale. Shikoni një urë të gjatë hekuri që shtrihet mbi një ujë të errët. Ajo mban peshën e shtëpive, por thellësia poshtë saj është e pajetë. Rrugët tona filozofike janë kafazit që vendosen mbi ujërat e panjohura. Tani le të kalojmë te dobësitë specifike që shpesh keq kuptohen. Fakti brut shpesh akuzohet për pragmatizëm të thatë, si të ishte një listë e ftohtë laboratorike pa imagjinat. Kjo është e padrejtë. Ky qasje ka sjellë rezultate historike. Përmendni përpjekjet e fytyrave si Sol Perlmutter në 1998 në observatorin supernova të Berkeley, që demonstruan një mënyrë për të zbuluar diçka shumë të rrallë përmes instrumenteve. Por është e vërtetë se ajo mund ngecë kur sinjalet janë shumë të dobta për kohën. Baza e nevojshme shpesh portretizohet si romantike dhe e rrezikshme, si një zgjidhje e thjeshtë për çdo anomalie. Kjo është gjithashtu e pasaktë. Një shembull realist që shfaq vështirësi është puna e Jacob Bekenstein në 1999 në Universitetin e Jeruzalemit, që tregoi se çdo modifikim duhet të përbalojë detyrën e relativitetit dhe të dinamizmit të brezave kozmik. Pra ideja është elegante, por realizimi teknik shpesh është i vështirë. Ontologjia matematikore është shpesh perceptuar si përtej shkencës, por ajo mund të jetë një udhërfyes i fuqishëm për teori të reja. Megjithatë, rreziku është i qartë. Nëse pranon çdo strukturë matematikore si realitet, nuk do të kesh kriter seleksioni midis strukturave të vlefshme. Kjo e zvoglon rolin e eksperimentit dhe mund të çojë në një stagnim të provave. Le të shohim si secila qasje ndikon praktikat e fizikës pa i zvendësuar ato. Fakti brut ushtron presionin eksperimental. Ajo financon eksperimente si ato të bërë nga grupet që kërkojnë aksione dhe laborator nën tokë si Gran Sasso, të cilët kërkojnë sinjale të veçanta. Kjo nxit inovacionin teknik dhe metodologjinë e kontrollit të zhurmës. Ajo e detyron teorinë të formulojë sinjale të sakta që mund të maten. Baza e nevojshme ndikon në hartimin e simulimeve dhe kërkon kohë që teoritë të bëhen të plota. Kur një fizikan si Roberto Peccei në 1973 në Universitetin e Kalifornisë së Los Angelesit punoi mbi mekanizmat që sjellin aksionin, ai po kërkonte një themel që të zgjidhte një problem teorik. Një zbulim i tillë do të ndryshonte prioritetet eksperimentale. Pra, kjo rrugë shtyn fizikën drejt ndryshimeve konceptuale që më pas testohen. Ontologjia matematikore ndikon në përzgjedhjen e modeleve dhe në mënyrën se si fizikantët perceptojnë kufitë e asaj që është thjesht i zakonshëm. Ajo ndryshon pyetjen nga cila grimc në cila strukturë matematikore. Kjo nxit projektet e mëdha teorike, por mbetet e varur nga mënyra se si këto modele mund të prodhojnë parashikime të prekshme. Një tjetër ankor vizual.
Shikoni një hartë të një qyteti ku pjesët kryesore janë të shënuara, por rrugët e vogla janë të paemëruara. Secila prej rrugëve filozofike është një mënyrë për të shtuar emra atyre rrugëve. Si duhet të veprojë shkenca pra? Nuk ka një recetë të vetme, por një metodë kooperative. Fakti brut duhet të mbajë linjën e kontrollit empirik. Baza e nevojshme duhet të ofrojë alternativat konceptuale. Dhe ontologjia matematikore duhet të këshillojë për atë çka është e mundshme brenda një sër ligjesh. Kjo është një politikë epistemologjike. Kombino parashikimin me elegancën dhe me hapjen ndaj strukturave të reja. Konkretisht, eksperimentet duhet të projektohen për të qenë të ndjeshëm jo vetëm ndaj sinjaleve të pritura nga partikujt, por edhe ndaj anomalive që mund të sinjalizojnë nevojën për ndryshim teorik. Kjo është një pedagrafie brendshme. Fizikantët në laborator si CERN shpesh kanë përshtatur projektet bazuar në sugjerime teorike. Kështu bashkëpunimi provon se nuk është një konflikt, është një cikël. Një sfidë praktike është që buxhetet dhe kohët eksperimente kërkojnë prioritete. Një rrugë që duket më elegante mund të marrë prioritet më të ulët për shkak të pamundësisë për të gjeneruar sinjale të qarta. Kjo është realiteti institucional i shkencës. Por pa atë realitet, teoritë do të mbeten vetëm poezi të bukura pa provë. Një udhëzim metafizik. Kujtoni një kopsht ku 3 tipa pemësh rriten. Çdo kopshtar mirëpret disa pemë dhe heq dorë nga të tjerat. Kështu është edhe shkenca. Disa qasje kultivohen, disa mbeten eksperimentale dhe disa mbeten spekulative. Nëse do të pyesni për rëndësinë epistemologjike, duhet të kuptoni se ndonjëherë fakti brut dhe baza e nevojshme bashkë veprojnë për të dhënë rezultat. Për shembull, zbulimi i një grince të re nuk do të mbyllë automatikisht pyetjet metafizike. Ai do të shkaktojë një rekuizit të re të teorive për të gjeneruar më shumë parashikime. Ky cikël është thelbi i metodologjisë shkencore dhe e mban shkencën të gjallë. Në fund të kësaj pjese, është rëndësishme të rikthejmë pyetjen që lindi në fillim. Çfarë do të na bind kur të presim? Nuk ka përgjigje të thjeshtë. Ndonjëherë do të mjaftojë një sinjal i qartë në një detektor nën tokë. Herë tjetër do të duhen riformulime të thella të ligjeve. Dhe ndonjëherë, ajo që ne mendojmë si realitet mund të ndryshojë vetëm kur ndryshon mënyra jone e pyetjeve. Mbyllja nuk duhet të jetë përmbledhje. Më lejoni t'ju lë me një imazh që mbetet hapur. Imagjinoni një derë pak të hapur në një mur të trash. Nga përtej saj vjen një dritë e avullt. Ju mund të vendosni të hyni dhe të prekni çdo gjë që shihni. Mund të prisni që dikush të sjellë më shumë dritë, ose mund të mendoni se muret janë vetë forma të menduara. Kjo derë është filozofia dhe shkenca bashk. Ajo është ajo që gjendet në mes të padukshmes dhe të dukshmes. Dhe ne duhet të zgjedhim me kujdes se si do ta shtyjmë atë. Një kufi që shfaqet përpara nesh. Ligjet që na kanë shpjeguar planet, yjet dhe valet gravitacionale duket se arrin fundin e tyre në një mur të padukshëm dhe pas atij muri qëndron diçka që nuk mund ta kapim me teleskopin, por që ndikon thellë në fatin e universit. Kjo është ideja e kufirit të aplikueshmërisë së modeleve tona. Dhe ajo që ne do të ndjekim në këtë fund tundi, deri ku shkon besimi ynë te ligjet dhe kur duhet të pranojmë se vetë pyetjet kërkojnë jehon tjetër. Ju mund ta ndjeni dridhjen. Modeli që po besojmë mund të jetë thjesht një hartë e mirë për një territor që ne sërish nuk e shohim në tërësi. Fakti i parë i qartë është pragmatizmi i suksesshëm. Modeli lambda CDM, modeli kozmologjik standard, përshkroi shkëlqyeshëm strukturën në shkallë të madhe. Termat në të, si materia e errët dhe energjia e errët, janë në zemër të parashikimeve të sakta. Studimet e sfondit kozmik të mikrovalve nga misioni Planck, i udhëhequr nga Agjencia Evropiane e Hapësirës dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar në vitin 1999, kanë përcaktuar parametrat që i përshtaten shumë vëzhgjimeve të shpërndarjes së galaktikave. Por prisni, suksesi në shkallë të madhe nuk fshin anomalit në shkallë të vogël që kërkojnë shpjegime të reja dhe që na rrëmojnë besimin se modeli është fundor. Vërtetimet empirike janë të shumta dhe diskutojnë ngjarje dhe emra që nuk mund t'i shmangim. Fizikantja Vera Rubin në 1970 në Institutin Carnegie vëzhgoi kurba rrotulluese të galaktikave që nuk binin sipas rendit të pritshëm.
Astronomi Fritz Zwicky në 1933 në Institutin e Teknologjisë në Kaliforni ishte ndër të parët që theksoi masën e humbur në grupet galaktike. Studimi i këtij fenomeni tek grushti Plumb nga Douglas Clow dhe bashkëpunëtorët në vitin 2006 tregoi ndarjen e masës nga gazi i dukshëm dhe e bëri praninë e një mase jondritëse më të prekshme. Por prisni, të gjithë këta sinjale janë të ndërmjetësuara nga graviteti, ne matim hijen e diçkaje, jo objektin, dhe ky është burimi i përhershëm i dilemës son ontologjike. Në këtë pikë hyjnë kandidatët mikroskopik, të cilët premtojnë një zgjidhje që lidh qendrën e laboratorit me përmasat kozmike. Ide të llojeve të ndryshme janë kultivuar. Aksionët, të parashikuar nga mekanizmi P.J. Quinn në vitin 1976, propozohen si grimca të lehta dhe të bollshme. Grimcat WIMP, pra grimca të rënda me ndërveprime të dobta, janë kandidat të hullumtuar intensivisht në laboratorin kombëtar Fermi, në eksperimente nën tokë dhe në përplasës. Neutrina sterile, një propozim më i ri, lind nga përpjekje teorike të institucioneve të ndryshme. Por prisni. Pas dekadash kërkimesh në eksperimente të drejtë për drejta dhe indirekte, askush nga këta kandidat nuk është zbuluar qartësisht, dhe kjo e kthen pyetjen nga mikroskopike te themelore. Ky moment është saktësisht ajo ku kufiri i ligjeve bëhet i dukshëm. Ajo që funksionon si model empiriko-matematik mund të ketë thjesht një zonë vlefshmërie dhe përtej saj duhet diçka tjetër. Kjo është hyrja e konceptit të kufirit të aplikueshmërisë së një teorie. Për analogji, imagjinoni një rrjet qelqesh ku drita përshkon mirë brenda dhomës, por ndahet në fragmente kur kalon drejtsinë e murit. Ligjet tona janë rrjetet dhe universi mund të kërkojë një ram tjetër pas murit. Ju ndjeni se diçka po tyen besimin e zakonshëm? Ne jemi në kufi, dhe ky kufi është vendi ku lindin pyetjet më të rrezikshme dhe shpërblyese. Në anën tjetër të tij qëndron një simetri e papritur. Duket se mënyra se si bota mikroskopike sillet pasqyron në mënyrë të çuditshme sjelljen kozmike. Në mënyrë provokuese, fluktuacionet kuantike të vakumit dhe efekti i Kazimirit, i përshkruar në vitin 1948 nga Hendrik Kazimir, lën shenja në strukturën më të madhe të universit përmes fryrjes kozmike. Kjo është paralelizimi midis mikro dhe makro. Dridhjet më të vogla që ndodhin në një liçen kuantik mund të jenë burimi dallgëve që u zgjeruan dhe formuan bërthamat e galaktikave që sot shohim. Por prisni, ky mostër i lidhjes nuk jep automatikisht përgjigjen për natyrën e asaj që ne quajmë materie e errët ose energji e errët. Ajo thjesht tregon se dy fusha ligjore mund të jenë pjesë e të njëjtit tapet. Kjo ngjitje drejt një sinteze është edhe një sfidë metodologjike. Çfarë i jep prioritet hipotezave kur të dhënat mbështesin më shumë se një shpjegim? Kjo është çështja e nëndeterminimit që Pierre Duhem dhe Willard Van Orman Quine kanë diskutuar. Në kushtet tona moderne, kjo do të thotë se observacionet gravitacionale dhe matjet kozmologjike mund të pajtohen si me grimca të padukshme, ashtu edhe me modifikime të gravitetit, si propozimi i Mordechai Milgrom në vitin 1982 në Universitetin e Tel Avivit, me modifikimin e dinamikës newtoniane. Shkenca praktike megjithatë kërkon vendime. Institucione si observator kombëtar dhe laborator të mëdhenj përcaktojnë prioritetet e tyre duke vlerësuar produktivitetin eksperimental dhe potencialin parashikues. Por prisni, zgjedhjet institucionale nuk janë vetëm burokraci. Ato formsojnë rrugën e kërkimit dhe, kur bëhet fjalë për misteret e errta, forma është pjesë e përmbajtjes. Le të shohim çfarë mbulim me dritë dhe çfarë mbetet natyrshëm e errët. Ne e dim me siguri se një pjesë e madhe e materjes në univers nuk ndricon. Ne shohim efektet gravitacionale dhe i matim ato sakt. Filozofikisht, duhet të përbalemi me dilemën. Nëse e gjithë njohuria jonë mbi diçka bazohet vetëm në ndikimin gravitacional, a e quajmë atë realitet në të njëjtën mënyrë si një objekt që preket dhe shihet? Kjo pyetje tregon se zbulimet shkencore synojnë jo vetëm të numërojnë grimca, por të rivendosin kuptimin e termave real dhe të perceptueshëm. Përditshmëria juaj dhe e imja ndikohet më shumë se mund të duket menjëherë. Natyra e energjisë së errët vendos fatin afatgjat të universit dhe me të horizontet e mundshme të jetës së menduar. Nëse energjia e errët është konstanta kozmologjike, siç diskutoi Steven Weinberg në vitin 1985, atëherë zgjerimi i vazhdueshëm do të çojë në një të ardhme të ftohtë dhe të largët.
Nëse ajo është një fushë dinamike, skenaret ndryshojnë rrënjësisht. Ju duhet ta ndjeni këtë si diçka personale, sepse këto nuk janë thjesht tituj artikujsh. Ato janë skenar kozmik që përcaktojnë shtrirjen e mundësive për jetën dhe për historitë të mundshme të njerëzimit. Shkenca bën hapa të mëdha, por ajo gjithmonë lë hapësirë për ankesa teorike. Tensioni i Hubble-it ka shfaqur mospërputhje midis matjeve lokale dhe matjeve kozmike, dhe kjo mund të tregojë për fizikën e re. Matjet lokale të kryera nga Adam Riess dhe bashkëpunëtor në fund të 1998 duke përdorur teleskopin hapësinor, dhe matjet kozmologjike nga misioni Planck nuk përputhen plotësisht, dhe kjo mund të jetë një vlerë treguese. Por prisni, ky nuk është një gabim i vogël. Ky është një çelës që mund të hapë derën drejt një fizike të re, ose thjesht mund të jetë pasqyrimi sistematikave të matjes që duhet të rregullohen. Çfarë do të bëjmë me paradoksin e konstantës kozmologjike? Problemi që Weinberg formuloi ishte jashpër. Parashikimet e vakumit kuantik nga teoria e fushave janë shumë më të mëdha se ajo që matet, dhe kjo është një nga diferencat më të mëdha mes teorisë dhe vëzhgjimit në shkencë. Disa fizikantë kanë sugjeruar se zgjidhja mund të vijë nga mekanizma simetrik të panjohur, ndërsa të tjerë që shqyrtojnë parimin antropik në kuadrin e një multiversi e shohin vlerën si rezultat të përzgjedhjes. Por prisni, zgjidhjet që shmangin pyetjen thellësore, të bashkëveprimit ndërmjet gravitetit dhe fushave kuantike, do të jenë në fund vetëm shtesa të shkruara mbi letër, jo transformuese. Nga këndvështrimi pragmatik, kërkimet teknologjike në detektor nën tokë dhe në përplasit e grincave janë rruga direkte për të parë diçka që sot është vetëm hije. Laboratori Evropian për fizikën e grincave, e njohur zakonisht si CERN, dhe grupe të tjera eksperimentale dhe teorike kanë shtyrë kufit dhe tregojnë se duhet të përmirësojmë ndjeshmërinë tonë në disa nivele. Por prisni, edhe me teknologjinë më të mirë, është e mundur që natyra të na lërë vetëm gjurmë të imëta. Atëherë do të duhet jo vetëm më shumë ndjeshmëri, por edhe një riformulim i gjuhës teorike. Këtu futet një rol filozofik i padiskutueshëm. Si faktor në ndërtimin e besimit shkencor, estetika teorike, ekonomia e parashikimeve dhe mundësia për falsifikim vën rregulla që nuk janë thjesht matematike. Si shembull historik, mekanizmi Peçey-Quinn i propozuar në vitin 1976 ilustronte një zgjidhje elegante për problemin e simetrisë CP dhe parashikonte ekzistencën e aksionit. Por prisni, bukuria teorike nuk është një garanci e vërtetësisë. Nëse universi është indiferent, bukuria thjesht na mban për të shpresuar. Është koha të flasim për ontologjinë. Çfarë do të thotë të jesh real kur je thjesht efekt gravitacional? Filozofët e shkencës kanë luftuar me këtë për dekada. Zbulimi që shumica e universitë është e padukshme, hedh një sërë pyetjesh mbi natyrën e ekzistencës. Nëse një entitet manifeston vetëm fushën gravitacionale, por nuk ndërvepron me fotonin, a është ai i njëjti si një objekt që ne mund ta kapim me dorë? Kjo pyetje e prek mënyrën se si ne e kuptojmë realitetin, dhe përgjigjet kanë pasojë për realizmin shkencor. Sot ne jemi në një fazë tjetër të kulturës shkencore. Një bashkëpunim i gjerë ndërdisiplinor po përpiqet të vërë në provë shumicën e rrugëve, dhe kjo lëvizje do të përcaktojë se cilat pyetje do të bien nën fenerin e punës eksperimentale. Astronomët, fizikantët e grimcave, teoricienët e fushave dhe filozofët bashkëpunojnë në observator kombëtar, laborator nacional dhe universitetet kryesore për të krijuar eksperimentet që do të testojnë çdo skenar. Por prisni, bashkëpunimi i madh nuk heq nevojën e gjykimit kritik. Ai thjesht rrit atë çka mund të kërkohet dhe si mund të sfidohet. E ardhmja teknologjike dhe ekonomike varet gjithashtu nga zgjedhjet që do të bëjmë. Investimet në instrumente më të ndjeshëm dhe në teori të reja kërkojnë burime të mëdha, dhe këto vendime reflektojnë atë çfarë shoqëria vlerëson si të rëndësishme. Kur Saul Perlmutter dhe kolegët e tij në vitin 1998 kërkuan fonde për studimet e supernovave, ata ndihmuan të vendosnin baza për zbulimin e shpejtësimit të zgjerimit. Por prisni, edhe nëse investimet sjellin zbulime, ajo që do të ndryshojë në mënyrë thelbësore është mënyra se si ne interpretojmë ato rezultate në kontekstin filozofik dhe kulturor. Le të mos harrojmë që metaforat janë mjetet e mendjes që na ndihmojnë të përballojmë çuditshmërinë. Arkitektura e errët, akullnaja kozmike, era që shtyn Molotovin. Të gjitha këto janë mjete për të bërë perceptueshme diçka që është thellësisht abstrakte.
Por prisni, metaforat duhet të shërbejnë dhe të mos bëhen zvendësim për saktësinë. Kur metafora bëhet dogm, ne humbasim hapësirën për risi. Në fund të fundit, qëllimi i kërkimit nuk është të arrijë një përgjigje përfundimtare, por të përmirësojë pyetjet që na bëjnë të jetojmë her pas here në mënyrë krejtësisht të re. Kjo është arsyeja pse u përmend më parë se zbulimi i një grimce të re nuk do të mbyll pyetjet metafizike. Ai do të hap një ser të re paradoksesh dhe rrethanash. Ju duhet ta imagjinoni këtë si një qiri që ndez 10 të tjerë. Për çdo përgjigje lindin 10 pyetje të reja, që janë më të thella dhe më të vështira. A mund të jenë materia e errët dhe energjia e errët dy fytyra të të njëjtit realitet të panjohur? Disa teori moderne të sektorit të errët propozojnë pikërisht një lidhje të tillë, ku ndërveprimet e brendshme dhe energjia dinamike lidhen. Kjo ide do të bashkonte dy mistere dhe do të na jepte një program eksperimental për ta testuar atë në mënyra të reja dhe surprizuese. Por prisni. Lidhja e tyre do të kërkoj prova shumë më të forta se ato që kemi sot. Ajo do të kërkoj sinjale të dyfishta në gjithë spektrin e matjeve. Shumë teori të reja mund të përshtaten me të dhënat aktuale. Kjo është ana e errët e nëndeterminimit. Përparimi i vërtet nuk vjen vetëm nga përshtatja, por nga parashikimet që dalin në kundërshtim me të dhënat dhe pastaj refuzohen. Historikisht, kjo është ajo që ka bërë ndryshimin. Kur Albert Einstein në vitin 1915 propozoi teorinë e përgjithshme të relativitetit, ajo bëri parashikime që mund të testoheshin. Por prisni. Për të fituar një revolucion të tillë sot, ne do të duhet të propozojmë hipoteza të guximshme, jo thjesht variacione të lehta mbi të njohurat. Sa afër jemi zbulimit të drejtë për drejtë? Përgjigja ndryshon sipas perspektivës. Eksperimentet nën tokë, përplasit e grincave dhe vëzhgjimet astrofizike po afrojnë kufijtë e ndjeshmërisë dhe disa projekte të reja premtuese po ndërtohen në qendra si laboratori kombëtar Gran Sasso dhe observator të rinj në fletën e Jugut. Por prisni. Shumë prej këtyre projekteve do të japin rezultate graduale, jo detektime të papritura. Zbulimi mund të vijë si kumulimi sinjaleve që vetëm kur bashkohen bëhen bindse. Si duhet të sillet shoqëria kur bazohet kaq shumë në shkencë që është e rrjetshme dhe e pasigurt? Është një çështje e politikave të kërkimit, por edhe e edukimit publik. Kur Saul Perlmutter, Adam Riess dhe Brian Schmidt morën vëmendje të madhe për zbulimin e shpejtësimit të zgjerimit në fund të 1998, publikimi i tyre ndihmoi të ndryshojë mënyrën se si shoqëria vlerëson kërkimin fundamental. Por prisni. Respekti publik kërkon transparencë mbi pasiguritë, jo thjesht reklam për fitoret. Pa këtë besimi mund të dobësohet kur rezultatet vonojnë. Le të rikthejmë metaforën e derës së hapur që lam më parë, por tani jo si mbyllje, por si një tunel që fton të hysh thellë. Ju kujtoni dritën e avullt përtej murit? Tani, imagjinoni se keni vendosur një dorë në dorez dhe po e shtyni derën për të parë më shumë. Drita nuk është më një premtim i largët, por një shtys që kërkon nga ne të vendosim prioritete, të ndërtojmë instrumente dhe të riformulojmë pyetjet. Por prisni, e ardhmja nuk është e sigurt, dhe çdo hap përpara do ta ndryshojë peizazhin e pyetjeve që do të kemi. Në këtë rrugtim vlen të pyesim se çfarë do të na bindë realisht. Do të na bindë një sinjal i qartë në një detektor nën tokë? Apo do të na bindë një koherencë e re midis teori dhe vëzhgimi që ndryshon mënyrën se si ne artikulojmë ligjet? Historikisht, zbulimet që kanë rivendosur besimin kanë qenë të tipit që hapin një rrugë eksperimentale të qartë dhe një kuadër teorik që bën parashikime të reja. Por prisni, mund të mos ketë një nuancë të vetme bindse. Vërtetësia e faktit është një proces i kombinuar dhe ne duhet të jemi të gatshëm për të pranuar transformime mendore. Në fund, ajo që është e sigurt është se çfarë ne kërkojmë ndryshon se kush jemi. Zbulimi i natyrës së materies së errët ose i energjisë së errët nuk do të jetë thjesht një lajm i madh shkencor. Ai do të jetë një ndryshim kulturor dhe epistemologjik. Ai do të kërkojë nga ne të rishikojmë idet për realitetin, shkencën dhe vendin tonë në kosmos. Por prisni. Kjo nuk është një paralajmërim apokaliptik. Është një ftesë për të zgjeruar horizontet e imagjinatës dhe politikave të njohjes. Dhe tani, një pyetje e hapur që qëndron si sfidë për veten tonë kolektive. Nëse shumica e universit është e padukshme për sytë tanë,
A duhet të ndryshojmë mënyrën se si ne përcaktojmë se çfarë është e arritshme për njohuri? Nëse po, atëherë si do të duket një epistemologji që pranon entitete indirekte si pjesë themelore të realitetit? Kjo është pyetja që kërkon bashkëpunim të thellë midis fizikës, filozofisë dhe shoqërisë. Mbyllja nuk është një përmbledhje. Unë do t'ju lë me një imazh tjetër, të ngjashëm dhe njëkohësisht i ndryshëm nga dera pak e hapur. Imagjinoni një tunel të gjatë me plaka që reflektojnë dritën e dobët dhe në fund të tij një qytet i ndriçuar që duket i afërt, por gjithmonë në kufi. Ju mund të ngjisni shkallët drejt tij. Mund të prisni që të tjerët të sjellin më shumë dritë, ose mund të vendosni të ndryshoni rrugën dhe të hullumtoni anashet e tunelit ku sinzjalet e fsheta mund të presin. Pyetja që mbetet hapur është kjo: cili nga këto zgjedhje do të na sjellë në të vërtetën që kërkojmë dhe jemi të gatshëm të paguajmë çmimin intelektual dhe kolektiv për ta zbuluar atë?